Një milioner qante para varrit të nënës kur një kujdestare i tha, ajo është gjallë. Ajo u betua se e moshuara ishte e burgosur në një azil pleq, e qetësuar, duke thirrur djalin e saj çdo natë. Burri mendoi se ishte çmenduri derisa kuptoi se nuk e kishte parë kurrë trupin ditën e varrimit. Nëse kjo histori e bukur mbijetese dhe dashurie ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni, duke vazhduar. E diela vinte gjithmonë me të njëjtën peshë. Gabriel Aliu zgjoi në penthouse-in luksos në bulevardin Dëshmorët e Kombit duke ndjer atë shtrëngim të njohur në gjoks, atë dhimbje që as koha nuk mund ta lehtësonte. 3 vjet kishin kaluar që kur bota e tij ishte shembur dhe megjithatë, çdo mëngjes të dielash sillte të njëjtën ndjenjë zbraztie. Ai ngrihej ngadalë, shihte nga dritarja e madhe qytetin e Tiranës që zgjohej nën qiellin e zymt dhe e dinte saktësisht se çfarë rezervonte dita. Ishte e diel. Dita për të vizituar nënën. Mariana ende flinte kur ai doli nga dhoma. Bashkëshortja gjithmonë respektonte atë ritual të vetmuar, kur nuk insistonte ta shoqëronte, kur nuk pyeste pse ai duhej të shkonte çdo javë. Ajo e kuptonte, ose të paktën thoshte se e kuptonte. Në muajt e parë pas humbjes, Mariana kishte qenë streha e tij, personi që organizoi gjithçka kur ai ishte tërësisht i shkatëruar nga dhimbja. Ishte ajo që u kujdes për detajet që ai nuk kishte forcë t'i përballonte, ajo që mori vendimet e nevojshme ndërsa ai mezi arrinte të ngrihej nga shtrati. Gabriel ishte mirënjohës për këtë. Thellësisht mirënjohës. Në ashensorin e pasqyruar, ai rregulloi kravatën e zezë që insistonte ta vishte të dielave, një homazh i heshtur. Portieri e përshëndeti me një tundje koke respektuese, tashmë i mësuar me atë rutinë të përpikt. Shoferi priste me makinën gati, duke e ditur destinacionin pa pasur nevojë të pyeste. Varrezat e Sharrës. Gjithmonë i njëjti vend. Gjithmonë lulet e bardha që Gabriel mbante me kujdes, të blera në lulishten e qoshes që hapte herët për të. Trafiku ishte i lehtë atë mëngjes të diel. Tirana kishte këtë aftësi të çuditshme të dukej një qytet krejtësisht ndryshe të dielave, më i qetë, pothuajse melankolik. Gabriel shihte nga dritarja e makinës rrugët e njohura, ndërtesat që dëshmonin historinë e tij dhe ndjente atë familiaritet të dhimbshëm të atij që mbart një zi që nuk shërohet kurrë. Nënë e tij, Leonora Aliu, kishte qenë personi më i rëndësishëm në jetën e tij. Një grua e fortë, me personalitet të theksuar, e cila rriti djalin vetëm pasi babai i braktisi kur Gabriel ishte ende fëmijë. Ajo punoi pa u lodhur, ndërtoi një biznes të vogël rrobaqepsie që u rrit me vitet dhe kur nuk lejoi që djali i saj të ndjente mungesën e asgjëje. Ishte ajo që e nxiti të studionte, të ëndërronte madhështisht, të besonte se mund të ishte më shumë se sa lejonin rrethanat. Kur Gabriel filloi të prosperonte në biznes, kur më në fund arriti t'i jepte nënës së tij rehatin që ajo meritonte, gjithçka dukej se po shkonte në vend. Ai i bleu Leonorës një apartament të rehatshëm, punsoi një infermiere për ta shoqëruar pasi ajo filloi të kishte probleme shëndetësore, siguroi që ajo të kishte gjithçka më të mirë. Dhe pastaj, pa pritur, gjithçka mbaroi. Një infarkt fulminant, than. I shpejt, pa paralajmërim, pa kohë për lam të mira. Gabriel ishte në një udhëtim pune kur mori telefonatën nga Mariana. Zëri i saj ishte i dridhur, i shokuar. Leonora kishte ndëruar jetë gjatë natës. Ai duhej të kthehej menjëherë. Kujtimi i asaj dite ende e shkatëronte. Gabriel arriti në shtëpi duke gjetur gjithçka tashmë të organizuar. Mariana, efikase si gjithmonë, ishte kujdesur për çdo detaj. Varrimi ishte caktuar, lulet ishin porositur, dokumentet ishin dërguar. Ajo shpjegoi me delikatesë se do të ishte më mirë të mbahej arkivoli i mbyllur. Infarkti kishte qenë shumë i papritur, trupi duhej t'i nënshtrohej procedurave, do të ishte më dinjitoze kështu, më respektuese me kujtimin e Leonorës. Gabriel, shumë i shkatëruar për të pyetur diçka, thjesht pranoi. Ai nuk kishte forcë të diskutonte, të insistonte, të bënte asgjë përveç se të ulej në atë dhomë varrimi dhe të qante me orë të tëra para një arkivoli të mbyllur që mbante personin që ai e donte më shumë në botë. Tani, 3 vjet. Më vonë, Gabriel vazhdonte të kthehej. Çdo javë, pa dështuar. Ai parkonte makinën, ecte nëpër korridoret e pemëzuara të varrezave, kalonte pranë varreve të njohura dhe të panjohura, derisa arrinte te varri i familjes Aliu.
Ishte një vend i bukur, i mirëmbajtur, me një lapidar mermeri ku ishte gdhendur emri i Leonorës dhe datat që shënonin kalimin e saj në jetë. Gabriel gjithmonë e pastronte gurin me kujdes, ndëronte lulet e vyshkura me ato të freskëta dhe pastaj ulej aty duke biseduar në heshtje me nënën. Atë të diel, megjithatë, sillte një peshë tjetër. Javën tjetër, Gabriel do të inauguronte Fondacionin Leonora Aliu, një projekt bamirësie i drejtuar për sipërmarrëse me të ardhura të ulta. Ishte mënyra e tij për ta kthyer dhimbjen në trashëgimi, për të siguruar që emri i nënës së tij të vazhdonte të bënte një ndryshim në botë. Ai kishte investuar muaj duke planifikuar çdo detaj, duke zgjedhur ekipin, duke përcaktuar kriteret. Do të ishte homazhi më i madh që mund të ofronte. Por sa më shumë afrohej data, aq më shumë ndjente atë zbrazëti të rritej. Ishte sikur inaugurimi i fondacionit nënkuptonte pranimin përfundimtar se ajo nuk do të kthehej, se ai kapitull ishte mbyllur përgjithmonë. Gabriel u gjunjëzua para lapidarit dhe filloi të fliste ngadalë, siç bënte gjithmonë. Tregoi për fondacionin, për planet, për atë se si ishte i sigurt që Leonora do të ishte krenare. Lotët i erdhën, siç i vinin gjithmonë. Ai fshiu fytyrën me shpinën e dorës, duke ndjer atë përzierje malli dhe faji që kur nuk e linte. Faji pse nuk kishte qenë i pranishëm. Faji pse vazhdonte të jetonte ndërsa ajo nuk ishte më aty. Ishte atëherë kur dëgjoi hapat. Gabriel ngriti kokën dhe pa një grua që po afrohej. Ajo ishte e dobët, duke i rreth të 40-tave, mbante një uniformë të thjeshtë kujdestareje dhe kishte një shprehje të hezituar, sikur po vendoste nëse duhej apo jo ta ndërpriste atë moment. Sytë e saj ishin të sjellshëm, por kishte diçka intensive në atë shikim, diçka që dukej se mbarte urgjencë. Gabriel u ngrit, pak i çorientuar. Nuk ishte e zakonshme të kishte vizitor në atë zonë të varrezave të dielave në mëngjes. Gruaja ndaloi disa metra larg, duke i shtrënguar duart me nervozizëm. Më falni që ju shqetësoj, zotëri, tha ajo me zë të ulët, por respektues. Unë duhet të flas me ju. Është për nënën tuaj. Gabriel ndjeu një piçkim irritimi. Nuk ishte hera e parë që dikush përpiqej t'i afrohej atij në varreza, zakonisht njerëz që donin para, duke shpikur histori se kishin njohur Leonorën, duke u përpjekur të përfitonin nga situata. Ai ishte gati ta largonte me edukat kur diçka në fytyrën e asaj gruaje e bëri të hezitonte. Ajo nuk dukej se po gënjente. Në fakt, dukej e tmerruar nga ajo që ishte gati të thoshte. Çfarë doni, zonjë? Pyeti Gabriel, duke u përpjekur ta mbante zërin të fortë. Gruaja mori frym thellë, sikur po mblidhte kur ajo. Emri im është Joana. Unë punoj si kujdestare në një azil pleq në zonën e kombinatit. Dhe unë e njoh nënën tuaj. Gabriel ndjeu gjakun t'i ngri. Njihte? Si e njihte? Kjo nuk kishte asnjë kuptim. Ajo duhet të jetë duke ngatëruar njerëzit, tha ai, zëri i doli më i ashpër se sa kishte dashur. Nëna ime vdiq 3 vjet më parë. Joana tundi kokën ngadalë, syt me lodh. Jo, zotëri. Ajo nuk vdiq. Nëna juaj është gjallë. Ajo është në azilin ku unë punoj. Bota dukej se ndaloi. Gabriel e shikoi atë grua sikur ajo sapo të kishte folur në një gjuhë tjetër. Ajo që po thoshte ishte e pamundur, absurde, madje mizore. Ai kishte qarë para atij varri për 3 vjet. Kishte kaluar varrimin, procedurat, dhimbjen e padurueshme të humbjes. Si guxonte ajo e panjohur të shfaqej aty dhe të thoshte një gjë të tillë? Ju jeni e çmendur, tha ai, zëri i dridhej. Kjo është mungesë respekti. Nuk e di çfarë doni nga unë, por ju lutem, shkoni. Joana nuk lëvizi. Ajo qëndroi aty me një shprehje që përziente frikën dhe vendosmërinë. E di si tingëllon kjo, zotëri Gabriel. E di që duket e pamundur. Por unë nuk mund të jetoja me veten time nëse nuk do të përpiqesha të flisja me ju. Nëna juaj është gjallë, e qetësuar, në një azil pleq. Ajo është regjistruar me një emër tjetër. Dhe për 3 vjet ajo jeton duke besuar se ju e keni braktisur. Gabriel ndjeu këmbët t'i dridheshin. Kjo nuk mund të ishte e vërtetë. Nuk mund të ishte. Ai kishte prova. Kishte një certifikat, dokumente, një varr. Gjithçka ishte aty, reale, konkrete. Por diçka në zërin e asaj gruaje, diçka në mënyrën si e shikonte, bëri që një çarje e vogël të hapej në sigurinë e tij.
Si mund ta pohoni një gjë të tillë, pyeti ai, zëri tashmë pothuajse një pëshpëritje. Joana futi dorën në xhep dhe nxori një copë të vogël letre të palosur. Ajo e hapi dhe ja tregoi Gabrielit. Ishte një foto paksa e paqartë, qartësisht e bërë fshehurazi me një celular të vjetër. Në imazh ishte një grua e moshuar e shtrirë në një shtrat të thjeshtë spitalor. Fytyra ishte e dobët, e plakur, por tiparet ishin të pagabueshme. Gabriel ndjeu ajrin ti mungonte në mushkëri. Ajo grua në foto i ngjante në mënyrë të pabesueshme Leonorës. Ajo mban një gjerdan, vazhdoi Joana, zëri i ulët por i fortë. Një varse e vogël, argjendi, me një gur blu në qendër. Ajo nuk e heq kurrë. Thotë se ishte dhuratë nga djali i saj, që ai ia dha për ditëlindjen e saj të 60. Gabriel u lëkun. Gjerdani. Ai ja kishte dhënë atë gjerdan nënës. Ishte një pjesë unike, e veçantë, që ai e kishte bërë me porosi. Si mund ta dinte ajo grua këtë? Ajo flet për ty, vazhdoi Joana, lotët tani i rridhnin lirshëm në fytyrë. Në momentet kur zgjohet mes një ilaçi dhe tjetrit, ajo qan dhe thërret djalin e saj. Ajo thot se dikush e ka mashtruar, se dikush e ka falsifikuar jetën e saj. Askush nuk beson. Të gjithë mendojnë se janë deluzione të një zonje të hutuar. Por unë besova. Dhe sa më shumë vëzhgoja, aq më shumë isha e sigurt se diçka ishte shumë e gabuar. Gabriel shikoi varrin e nënës, pastaj foton në dorën e Joanës, pastaj përsëri lapidarin e mermerit ku ishte gdhendur emri i Leonora Aliu. Asgjë nuk kishte kuptim. Bota e tij, aq me kujdes e rindërtuar pas humbjes, po fillonte të çahej. Pse po ma tregoni këtë? Pyeti ai, zëri i mbytur. Sepse nëna juaj e meriton. Sepse unë kam parë shumë padrejtësi në këtë jetë, zotëri Gabriel, por asnjë si kjo. Sepse për 3 vjet unë pash atë grua duke u vyshkur, të qetësuar, të harruar nga bota, duke qarë për një djalë që bota thoshte se e kishte humbur. Dhe sepse nëse nuk do të bëja asgjë, nëse nuk do të përpiqesha, do të isha bashkëpunëtore në gjithë këtë. Gabriel mbylli sytë. Kjo nuk mund të ndodhte. Por në të njëjtën kohë, për herë të parë në 3 vjet, një pyetje e vjetër dhe shqetësuese i erdhi në mendje. Pse nuk e kishte parë kurrë trupin e nënës? Pse Mariana kishte insistuar aq shumë për ta mbajtur arkivolin e mbyllur? Pse gjithçka ishte zgjidhur aq shpejt, aq efikas, aq pa pjesëmarrjen e tij? Ku ndodhet ky azil pleq? Pyeti ai, duke hapur sytë dhe duke parë Joana. Ajo hezitoi për një moment, pastaj u përgjigj. Në rrugën e Durrësit me rrugën e Kavajës, në lagjen Kombinat. Një ndërtesë e vjetër, e verdhë, pa tabel përpara. Unë punoj aty natën. Nëse shkoni pas orës 10. Rojet nuk janë zakonisht aq të vëmendshëm pas kësaj ore. Gabriel nxori kartën e vizitës nga xhepi dhe ia dha Joanës. Ja numri im. Unë duhet ta verifikoj këtë. Nëse është e vërtet ajo që po thoni. Joana mori kartën me kujdes, sikur po mbante diçka të çmuar. Unë e di që është e vërtet, zotëri. Thjesht shpresoj që të mos jetë tepër vonë. Ajo u kthye për të ikur, por Gabriel e thirri. Joana ndaloi dhe shikoi pas. Pse po e bëni këtë? Çfarë fitoni nga gjithë kjo? Joana buzëqeshi, një buzëqeshje e trishtuar dhe e lodhur. Asgjë, zotëri Gabriel. Unë nuk fitoj asgjë. Por nëna juaj ajo ishte e sjellshme me mua kur askush tjetër nuk ishte. Ajo ndante ushimin që mezi e kishte, më mbante dorën kur qaja, më trajtonte sikur unë kisha rëndësi. Ajo më kujtoi se ende ekziston mirësi në botë. Dhe unë nuk mund ta lija atë të vdiste duke besuar se djali i saj e kishte braktisur. Gabriel e vëzhgoi Joanën teksa largohej mes varreve, figura e saj duke u zhdukur ngadalë mes pemëve të varrezave. Ai qëndroi aty vetëm duke parë lapidarin e nënës dhe duke ndjerë se e gjithë bota e tij e një orë po fillonte të shpërbëhej. Për 3 vjet ai kishte qarë para atij varri. 3 vjet dhimbje, faji, malli. Dhe tani një e panjohur shfaqej duke thënë se gjithë kjo ishte një gënjeshtër. Gabriel u gjunjëzua përsëri, preku mermerin e ftohtë të lapidarit dhe pëshpëriti. Nëse mund të më dëgjosh nga kudo që je, më jep forcë. Sepse nëse kjo është e vërtet, nëse ti je gjallë, unë do të gjej. Betohem që do të gjej. Ai u ngrit dhe u kthye drejt makinës, këmbët i dridheshin, mendja i ishte në kaos total.
Shoferi pyeti nëse ishte gjithçka në rregull, por Gabriel thjesht tundi kokën dhe kërkoi të dërgohej në shtëpi. Gjatë gjithë rrugës, ai mbajti foton që Joana ja kishte lënë në duar. Shikonte atë fytyrë të plakur, të dobët, të vuajtur dhe përpiqej të gjente arsye për të besuar se gjithçka ishte thjesht një gabim mizor. Por thellë në gjoks, diçka po zgjohej. Një ndjenje e çuditshme, shqetësuese, që ai nuk mund ta emërtonte. Ishte sikur, pas 3 vjetësh jetese në errësirën e Zis, një dritë e vogël ishte ndezur. Dhe kjo dritë, sado e frikshme që ishte, sillte me vete një mundësi që ai as nuk guxonte ta merrte në konsideratë. Mundësia që ndoshta, vetëm ndoshta, ai nuk e kishte humbur nënën. Mundësia që ajo ishte ende aty, diku, duke e pritur. Dhe nëse kjo ishte e vërtet, mendoi Gabriel ndërsa qyteti i Tiranës kalonte nga dritarja e makinës, atëherë dikush më kishte gënyer. Dikush kishte ndërtuar një mashtrim të përpunuar, një varr bosh, 3 vjet vuajtje të bazuara në një gënjeshtër. Dhe ai do të duhej të zbulonte se kush. Do të duhej të zbulonte pse. Dhe mbi të gjitha, do të duhej të vendoste nëse do të kishte kurajën të përballej me një të vërtetë që mund të ishte edhe më e dhimbshme se humbja që ai tashmë e njihte. Kur arriti në shtëpi, Mariana ishte në dhomën e ndenjes duke lexuar një revistë. Ajo ngriti sytë dhe buzëqeshi, ajo buzëqeshje e sjellshme dhe mikpritëse që gjithmonë e priste. Si ishte në Vareza, dashuri, pyeti ajo. Gabriel shikoi bashkëshorten, atë grua që kishte qenë pranë tij gjatë momenteve më të këqija të jetës së tij, dhe për herë të parë në 3 vjet, ndjeu një piçkim mosbesimi t'i kalonte në gjoks. Ishte ndryshe, u përgjigj ai, zëri i kontrolluar me kujdes. Dhe ndërsa ngjitej në dhomën e gjumit duke mbajtur ende foton e Joanës në xhepin e xhaketës, Gabriel e dinte se asgjë nuk do të ishte si më parë. Fara e dyshimit ishte mbjell. Dhe tani, donte apo nuk donte, ajo do të fillonte të rritej, të përhapet, të kërkonte përgjigje që ndoshta ai nuk ishte gati t'i dëgjonte. Por ai do të duhej t'i dëgjonte. Sepse nëse nëna e tij ishte gjallë, nëse ajo ishte diku duke e pritur, Gabriel do të lëvizte qiell e tokë për ta kthyer atë. Dhe do të zbulonte, me çdo kusht, kush kishte qenë në gjendje të kryente një mizori kaq të thellë. Nata erdhi ngadalë dhe me të siguria se ky ishte vetëm fillimi i një udhëtimi që do të ndryshonte gjithçka. Nata e së dielës ishte më e gjata në jetën e Gabrielit. Ai shtirej si normal gjatë darkës, duke ju përgjigjur komenteve të Marianës me monosilab, duke shmangur shikimin direkt në të. Sa herë që bashkëshortja buzëqeshte ose i prekte dorën, ai ndjente atë piçkim mosbesimi të rritej. Ishte iracionale, e dinte. Mariana kishte qenë gjithmonë partnerja e tij, personi që i mbajti duart kur bota i ushem. Por tani, me atë foto që i diqte në xhep dhe fjalët e Joanës që i kumbonin në mendje, Gabriel nuk mund të shmangte vënien në dyshim të absolutisht gjithçkaje. Kur Mariana më në fund shkoi të flinte, ai priti të dëgjonte frymëmarrjen e saj të bëhej e thellë dhe e rregull. Pastaj, në heshtje, u ngrit nga shtrati, veshi një veshje diskrete dhe mori çelsat e makinës. La një shënim të shpejt në kuzhinë duke thënë se kishte dalë për të zgjidhur një emergjencë pune. Nuk ishte plotësisht gënjeshtër. Kjo ishte një emergjencë. Ndoshta më e madhja e gjithë jetës së tij. Tirana natën kishte një karakter tjetër. Rrugët që gjatë ditës pulsonin me jetë tani dukeshin të shkretuara në dritën portokalli të shtyllave. Gabriel ngiste makinën nëpër rrugën që Joana kishte përshkruar, duke ndjekur rrugën e Elbasanit derisa arriti në lagjen Kombina. Gbsi tregonte rrugën e Durrësit dhe ai ngadalsoi shpejtësinë në kryqëzimin me rrugën e Kavajës. Aty ishte një ndërtesë e vjetër 3-katëshe me bojën e verdhë të qëruar, dritare me hekura të ndryshkur dhe asnjë tabel që identifikonte vendin. Duke e braktisur në shikim të parë, por disa drita të zbehta në katet e sipërme tregonin se aty kishte jetë. Gabriel parkoi në anën tjetër të rrugës dhe qëndroi duke vëzhguar, zemra i rrite jashtë ritmit. Një pjesë e tij ende shpresonte se gjithë kjo ishte një gabim i tmerrshëm. Por një pjesë tjetër e dinte se duhej të zbulonte të vërtetën. Ishte pothuajse ora 11 e natës kur ai më në fund zbriti nga makina dhe kaloi rrugën. Dera e përparme ishte e kyçur, por kishte një zile të vjetër anash. Gabriel e shtypi dhe priti. Pas disa minutash, u shfaq një roje i moshës së mesme, duke shikuar me dyshim përmes xhamit të mjegulluar. Po, pyeti burri pa e hapur derën plotësisht. Gabriel improvizoi shpejt. Mirëmbrëma.
Kam marrë një telefonat se halla ime është e shtruar këtu. Mund ta vizitoj? Roja rudhi ballin. Vizitat janë vetëm deri në orën 8. Kush është halla juaj? Leonora, u përgjigj Gabriel. Leonora Aliu. Burri tundi kokën. Nuk kemi askënd me atë emër këtu. Gabriel ndjeu stomakun t'i zhytej, por pastaj kujtoi atë që Joana kishte thënë. Emër i rrem. Ai ndryshoi strategji. Shikoni, e di që është vonë, por është e rëndësishme. Kam ardhur nga larg. A mund të kontrolloni përsëri? Ndoshta ajo është regjistruar me një emër tjetër. Ajo është rreth 70 vjeç, me flokë të thinjura, zakonisht mban një gjerdan argjendi. Roja hezitoi, pastaj pshërtiu. Pritni pak. Ai u zhduk për disa minuta, duke e lënë Gabrielin aty në korridorin e ftohtë dhe të ndriçuar dobët. Era e vendit ishte karakteristike e institucioneve të vjetra, një përzierje dezinfektanti, ushqimi të ngrohur dhe diçka tjetër që ai nuk mund ta identifikonte. Më në fund burri u kthye, duke sjellë me vete një grua të dobët me uniformë të bardhë. Ishte Joana. Sytë e saj u zgjeruan kur pa Gabrielin, por ajo shpejt e fsheu habin. Zotëri Gabriel, tha ajo me zë të ulët, me një tundje koke pothuajse të padukshme. Mirë që erdhët. E njihni atë? Pyeti Roja, ende dyshues. Po, e njoh. Është i afërm i një prej banoreve. Mund ta çoj unë tek ajo, u përgjigj Joana me vendosmëri. Roja duke i kënaqur me përgjigjen dhe u kthye në karrigen e tij pranë hyrjes. Joana i bëri shenjë Gabrielit ta ndiqte dhe filloi të ngjitej në një shkallë të ngushtë. Ata nuk folën gjatë ngjitjes, vetëm zhurma e hapave që kumbonte nëpër muret e qëruara. Në katin e dytë, Joana ndaloi para një dere dhe shikoi Gabrielin. Ajo është duke fjetur tani. I japin ilaçe të forta çdo natë. Por pas disa minutash efekti fillon të zhduket. Është në atë kohë që ajo zakonisht zgjohet e hutuar duke thirrur për ty, shpjegoi Joana. Zotëri Gabriel, duhet të jeni i përgatitur. Ajo nuk është mirë. 3 vjet medikamente të rënda, vetmi kjo shkatëron një person. Gabriel tundi kokën, i paf të fliste. Joana hapi derën ngadalë dhe ata hynë në një dhomë të vogël, të ndriçuar vetëm nga një dritë e zbeth korridori. Aty ishte një shtrat i thjesht i mbështetur në mur dhe në të një figurë e mbledhur në një çarçaf të hollë. Gabriel u afrua ngadalë, çdo hap dukej se peshonte ton. Kur më në fund qëndroi pranë shtratit dhe shikoi fytyrën e asaj gruaje, bota u shemb nën këmbët e tij. Ishte Leonora. Nën e tij. Gjallë. Fytyra ishte shumë më e dobët, e shënuar nga vuajtja, por ishte padyshim ajo. Flokët e thinjura të shpërndara në jastëk, duart e holla mbi gjoks, gjerdani i argjend me gurin blu që shkëlqente në dritën e zbeth. Gabriel ndjeu këmbët t'i dridheshin dhe ju desh të mbështetej në mur nuk ishte e mundur. Kjo nuk mund të ndodhte. Për 3 vjet ai kishte qarë vdekjen e saj. 3 vjet duke vizituar një varr bosh, 3 vjet duke mbartur një faj shkatërues, 3 vjet duke besuar se kur nuk do ta shite më atë fytyrë. Dhe tani ajo ishte aty, para tij, gjallë. Nën, pëshpëriti ai, zëri i thyej plotësisht. Joana i preku shpatullën butësisht. Ajo do të zgjohet pas disa minutash. Ilaçet po humbasin efektin. Por kur të zgjohet, mund të mos ju njoh menjëherë. Medikamentet e lën të hutuar. Gabriel u ul në karrigen pranë shtratit, i paf të largonte syt nga ajo figurë e brish. Si arriti dikush ta bënte këtë? Pyetjet shpërthenin në mendjen e tij, por asnjë përgjigje nuk vinte. Ai shtriu dorën e dridhur dhe preku butësisht dorën e nënës. Lëkura ishte e ftohtë, gishtat të dobët, por ishte reale. Ishte ajo. Pastaj Leonora filloi të lëvizte. Fillimisht ishin lëvizje të vogla, gishtat që t'kurreshin, koka që kthehej lehtë. Pastaj syt filluan të hapeshin, të rënduar. Ajo puliti disa herë, e hutuar, duke u përpjekur të fokusohej. Shikimi i saj endej nëpër dhomë derisa gjeti Gabrielin pranë shtratit. Për disa sekonda, ajo vetëm shikoi pa shprehje. Pastaj, ngadalë, diçka filloi të ndryshonte në fytyrën e saj. Syt po zgjeroheshin, goja po hapej në një klithmë të heshtur. Lotët filluan t'i rridhnin para se ajo të arrinte të fliste. Gabriel, pëshpëriti ajo, zëri i ngjirur dhe i dobët. Djali im. Ti erdhe.
Gabriel nuk mund ta mbante më. Ai u gjunjëzua pranë shtratit dhe mbajti duart e nënës fort, lotët I rridhnin lirshëm. Unë jam këtu, nën. Unë jam këtu. Më fal. Leonora filloi të qante gjithashtu, duke u përpjekur të ulej. Joana erdhi ta ndihmonte, duke I vënë një jastëk pas shpinës. E dija, tha Leonora mes ngashërimeve. E dija që ti nuk më braktise. E dija që do të vije. Por ata më thanë aq shpesh se ti nuk doje më të më shije, se unë isha një barë. Jo, nën. Jo. Kjo kur nuk ishte e vërtetë. Unë mendoja se ti kishe vdekur. Më thanë se kishe pasur një infarkt. Bën një varrim. Ka një varr me emrin tënd. Unë e vizitova për 3 vjet duke besuar se të kisha humbur ty. Leonora mbajti fytyrën e djalit me duart e dridhura, duke e prekur sikur duhej të ishte e sigurt se ai ishte real. Më mashtruan, bir. Atë natë, dikush më dha diçka për të pirë. Nuk mbaj mend shumë gjëra pas kësaj. U zgjova këtu, pa e ditur ku isha. U përpoqja të flisja, u përpoqja të shpjegoja, por ilaçet ata më jepnin aq shumë ilaçe sa mezi arrija të mendoja. Dhe kur përpiqesha të flisja për ty, të gjithë thoshin se ishte hutim. Kush ta bëri këtë, nën? Kush të solli këtu? Leonora mbylli syt, duke u përpjekur të kujtojë. Ishte pas atij zënke. Unë dhe Mariana patëm një sherr. Ajo donte që unë të firmosja disa letra, thoshte se ishte për të mirën tënde, për të mbrojtur pasurinë. Por unë I lexova ato dokumente, Gabriel. Ato do t'i jepnin asaj kontroll të plot mbi gjithçka. Mbi kompaninë tënde, llogaritë e tua, gjithçka. Unë refuzova. Thash se do të flisja me ty së pari. Ajo u tërbua. Gabriel ndjeu gjakun t'i ngri. Mariana. Bashkëshortja e tij. Gruaja që ai e donte, të cilës I besonte. Jo, tundi kokën. Nuk mund të jetë. Ajo më ndihmoi kur ndodhi gjithçka. Ajo organizoi gjithçka. Ajo ishte ajo që organizoi gjithçka, bir, tha Leonora. Sepse ajo ishte ajo që e planifikoi gjithçka. Atë natë, pas zënkës, ajo u kthye me një filxhan çaj. Tha se donte të bëhej paqe. Unë e piva. Dhe pastaj gjithçka u bë turbull. Mbaj mend njerëz që më mbanin, që isha në një makinë, zëra që thoshin se nuk do të shija më kurrë. U zgjova këtu, e regjistruar me një emër tjetër. Maria da Silva. Një emër gjenerik që më shndërroi në askën. Gabriel lëshoi duart e nënës dhe u ngrit duke u lëkundur. Dhoma dukej se rrotulloi. Mariana. Gruaja që flinte pranë tij çdo natë. Gruaja që ai e kishte ngushëlluar gjatësisë së rreme, që kishte qarë në krahët e tij. Si mund të kishte bërë ajo diçka kaq monstruoze? Joana u afrua, duke shtrirë një zarf të verdhë. Zotëri Gabriel, unë hetova. Këtu është regjistri I hyrjes së nënës suaj. Shikoni datën. Shikoni nënshkrimin. Gabriel mori letrën me duart të dridhura. Data e hyrjes ishte 3 vjet më parë, saktësisht një javë para vdekjes së supozuar të Leonorës. Dhe në rreshtin e përgjegjësit ishte një nënshkrim që ai do ta njihte kudo. Mariana Aliu. Ka më shumë, vazhdoi Joana, duke nxjerrë dokumente të tjera. Unë kam punuar këtu për 3 vjet. Gjithmonë më dukej e çuditshme çështja e zonjës Leonora. Kështu që fillova të hetoja. Zbulova se dikush paguante çdo muaj për ta mbajtur atë këtu, të qetësuar, pa vizita. Pagesat vinin nga një llogari offshore, por arrita t'i gjurmoja. Aliu Holding. Kompania e bashkëshortes suaj. Gabriel shikoi dokumentet duke ndjerë realitetin të shpërbëhej. Si arriti ajo ta bënte gjithë këtë? Certifikatën e vdekjes, varrin? Joana tregoi një dokument tjetër. Këtu. Mjeku që firmosi certifikatën I është hequr licenca për mashtrim. Ai shiste dokumente të rreme. Varrimi u bë në një agjenci funerale që u mbyll menjëherë pas kësaj. Dhe varri nuk mori kurrë asnjë trup. Ishte thjesht një shfaqje. Por pse, pyeti Gabriel, zëri I dilte si një rënkim dhimbjeje. Pse do ta bënte Mariana këtë? Leonora mori frym thellë, lotët ende I rridhnin. Përpara, bir. Gjithmonë ka qenë përpara.
Ajo e dinte se unë kur nuk do ta lejoja të kishte kontroll të plot mbi ty, mbi pasurinë. Gjithmonë kam dyshuar për qëllimet e saj. U përpoqa të paralajmëroja para martesës. Por ti ishe i dashuruar. Gabriel kujtoi. Kujtoi bisedat e tensionuara mes nënës dhe Marianës, përpjekjet e Leonorës për ta bërë atë të vinte në dyshim nxitimin e martesës. Në atë kohë, ai mendoi se ishte xhelozi amësore. Tani kuptonte se Leonora kishte parë diçka që ai kishte refuzuar ta shite. Me ty në zi, ishte e lehtë për të merrte kontrollin e gjithçkaje, vazhdoi Leonora. Ti firmose letra pa lexuar, delegove vendime, e le atë të kujdesej për financat ndërsa përpiqeshe të mbijetojë dhimbjen. Ajo arriti atë që donte. Dhe unë mbeta këtu, gjallë por e vdekur për botën, një fantazm që ajo e mbante të qetësuar. Gabriel ul përsëri, duke varrosur fytyrën në duar. Për 3 vjet ai kishte dashur një gënjeshtare. Kishte fjetur pranë një gruaje të aftë për të kryer një mizori kaq të thellë. Kishte besuar tek ajo plotësisht ndërsa ajo shtirej se e ngushëllonte për një humbje që ajo vetë e kishte orkestruar. Çfarë duhet të bëj tani? Pyeti ai, duke ngritur fytyrën për të parë nënën. Leonora i mbajti dorën përsëri, duke shtrënguar me forcën që ende kishte. Ti kërkon drejtësi, bir. Ti nxjerr në pa të vërtetën. Ti nuk e lë atë të shpëtoj pa u ndëshkuar pas gjithçkaje që bëri. Joana u afrua përsëri. Zotëri Gabriel, unë kam më shumë prova. Gjatë këtyre 3 viteve, sa herë që vija re diçka të dyshimt, e shënoja. Kam regjistrime të gjitha herëve kur njerëz vinin të vizitonin nënën tuaj fshehurazi për t'u siguruar që ajo vazhdonte të ishte e qetësuar. Kam foto, shënime, gjithçka. Nëse shkojmë në polici me këto prova, ajo nuk do të mund të shpëtoj. Gabriel shikoi Joana me mirënjohje. Pse e bëre gjithë këtë? Pse rrezikove kaq shumë? Joana buzëqeshi trishtueshëm. Sepse unë e di çfarë është të jesh i padukshëm, zotëri Gabriel. E di çfarë është kur bota shtiret sikur ti nuk ekziston. Leonora shtriu dorën drejt Joanës dhe të dyja u përqafuan. Gabriel vëzhgoi atë skenë, 2 gra që bota kishte tentuar t'i fshinte, duke u mbështetur te njëra tjetra dhe ndjeu diçka të lëvizte brenda gjoksit. Zemërim. Një zemërim i thellë dhe i zjarrt kundër gruas që kishte shkatëruar aq shumë jetë për lakmi. Do të nxjerrim nga këtu, nën, tha Gabriel, duke u ngritur në këmbë. Do të çojnë në një spital të vërtet, ku mund të kujdesen si duhet për ty dhe pastaj do të nxjerrim në pa gjithë këtë. Do t'i tregojmë gjithë botës çfarë bëri Mariana. Leonora tundi kokën. Kujdes, bir. Ajo është e rrezikshme. Nëse ajo ishte në gjendje të bënte gjithë këtë, nuk ka kufi për atë që mund të bëj kur të ndihet e ngujuar. Gabriel ndihmoi nënën të ngrihej nga shtrati. Ajo ishte e dobët, 3 vjet qetësim kishin marrë haraqin e tyre, por kishte vendosmëri në sytë e saj. Joana solli një pallto të vjetër dhe ndihmoi Leonorën ta vishte. Ndërsa zbrisnin shkallët ngadalë, Gabriel planifikonte hapat e ardhshëm. Së pari do ta çonte nënën në një vend të sigurt. Pastaj do të mblidhte të gjitha provat. Dhe pastaj do të përballej me Marianën. Jo me dhunë, jo me urrejtje të verbër, por me të vërtetën. Një të vërtetë që ajo nuk mund ta mohonte, nuk mund ta shtrembëronte, nuk mund ta varroste. Kur dolën nga dera e përparme, roja flinte në karrigen e tij. Ata kaluan korridorin në heshtje dhe arritën në rrugën e shkrellë. Gabriel ndihmoi nënën të hynte në makinë, duke e vendosur me kujdes në sediljen e pasme. Joana qëndroi në trotuar duke vëzhguar. Eja me ne, i tha Gabriel. Ti je pjesë e kësaj tani. Dhe unë të garantoj se do të kesh një vend të sigurt për të qëndruar. Joana hezitoi, pastaj tundi kokën dhe hyri në makinë. Ndërsa Gabriel ngiste nëpër rrugët e zbrasta të Tiranës drejt një spitali privat ku e dinte se nëna do të kujdesej mirë, ai shikoi në pasqyrën e pasme dhe pa Leonorën duke mbajtur dorën e Joanës. 2 të mbijetuara. 2 gra që refuzuan të dorëzoheshin. Dhe pastaj Gabriel mendoi për Marianën, ende duke fjetur qetësisht në penthose, pa e pasur idenë se bota e saj e ndërtuar mbi gënjeshtra ishte gati të shpërbëhej. Ajo kishte nënvlerësuar 3 gjëra. Forcën e një nëne që refuzonte të harrohej. Kurajen e një gruaje të padukshme që nuk pranoi heshtjen. Dhe dashurinë e një djali të gatshëm të lëvizte male për të gjetur të vërtetën.
Mëngjesi po zbarte kur Gabriel më në fund parkoi para spitalit. Një jetë e re po fillonte për të gjithë ata. Dhe këtë herë do të ishte një jetë e bazuar në të vërtetën, sado e dhimbshme të ishte ajo. Dielli po fillonte të lindte kur Gabriel e la Leonorën të vendosur në një suite private në spitalin Nën Teresa, një nga më të mirët në Tiranë. Ai kishte thirrur mjek të besuar që filluan të vlerësonin gjendjen e saj shëndetësore, të shqetësuar për efektet e 3 viteve qetësim. Joana qëndroi pranë nënës, duke i mbajtur dorën, duke i premtuar se nuk do të largohej nga aty. Gabriel vëzhgoi atë skenë, duke ndier një mirënjohje të pamask për atë grua që kishte rrezikuar gjithçka për të shpëtuar një të panjohur. Para se të largohej nga spitali, Gabriel bisedoi me shefin e sigurisë. Askush tjetër përveç meje nuk mund të hyjë në këtë dhomë. Askush. Edhe nëse paraqesin dokumente duke thënë se janë familjar. E kuptuat? Burri tundi kokën, duke kuptuar nga serioziteti i tonit se kjo nuk ishte një kërkesë e zakonshme. Mos u shqetësoni, zotëri Aliu. Do të vendosim roje në derë. Gabriel doli nga spitali me peshën e botës mbi shpatulla. Tani vinte pjesa më e vështirë. Ai duhej të kthehej në shtëpi dhe të shtirej se asgjë nuk kishte ndryshuar. Duhej të shikonte Marianën dhe të mos lejonte të dukej se dinte gjithçka. Sepse nëse ajo do të kuptonte se ai kishte zbuluar të vërtetën, nuk kishte si të parashikohej se çfarë mund të bënte ajo. Gabriel njihte raste të njerëzve që, kur ngujoheshin, bëheshin edhe më të rrezikshëm. Gjatë rrugës së kthimit, ai telefonoi Ricard Camberit, avokatit të tij personal dhe mikut të vjetër. Ricardi ju përgjigj me zë të përgjumur, i habitur nga telefonata aq herët. Gabriel, sa është ora? Gjithçka në rregull? Ricard, duhet të vish në zyrën time tani. Është urgjente. Dhe mos i thuaj askujt, absolutisht askujt që të kam telefonuar. Pati një heshtje në anën tjetër. Ricardi e njihte Gabrielin prej vitesh dhe e dinte kur diçka serioze po ndodhte. Po nisem tani. 20 minuta. Kur Gabriel arriti në shtëpi, ishte pothuajse ora 7 e mëngjesit. Ai u ngjit në heshtje, duke shpresuar ta gjente Marianën ende duke fjetur, por ajo ishte zgjuar, ulur në dhomën e ndenjes me një filxhan kafe, duke veshur robe de chambre e mëndafshit që ai ja kishte dhuruar për ditëlindjen e fundit. Fytyra e saj u ndriçua kur e pa. Dashuri, ku ishe? U zgjova në mesnat dhe ti nuk ishe këtu. U shqetësova, tha ajo, duke u ngritur për ta puthur. Gabrielit ju desh të bënte një përpjekje të jashtëzakonshme për të mos u tërhequr. Ai e puthi në kthim, duke detyruar një buzëqeshje. Më fal. Kisha një emergjencë në zyrë. Një problem me një investitor ndërkombëtar. Ti e di si është. Mariana i kaloi dorën nëpër fytyrë me dashuri. Ti po punon shumë, Gabriel. Duhet të pushosh. Ai shikoi atë grua, atë fytyrë që e kishte dashur prej vitesh, dhe ndiu një përzierje neverie dhe mosbesimi. Si arrinte ajo të shtirej kaq mirë? Si arrinte t'i shikonte në sy dhe të gënjente me kaq natyrshmëri? Për 3 vjet ajo kishte fjetur pranë tij duke e ditur se nëna e tij ishte gjallë, e burgosur, e qetësuar. Për 3 vjet ajo kishte ngushëlluar zinin e tij, duke e ditur se ajo zi ishte një farsë që ajo vetë e kishte krijuar. E di, u përgjigj ai, duke u larguar butësisht. Do të bëj një dush dhe pastaj duhet të shkoj në zyrë të zgjidh disa gjëra. Nuk e di kur do të kthehem. Mariana rudhi paksa ballin. Të dielën? Gabriel, ti premtove se do të përpiqeshe të punoje më pak në fundjavë. Është e rëndësishme, tha ai, duke u ngjitur tashmë në shkallë. Në dush, Gabriel la ujin e nxehtë të binte mbi trupin ndërsa lotët më në fund i erdhën. Ai qau për nënën, për 3 vitet e vjedhura prej saj, për mizorinë që ajo kishte vuajtur. Qau për tradhtin, për dashurinë që ai kishte shpërdoruar në një grua të aftë për kaq shumë ligësi. Qau për burrin naiv që kishte qenë, i verbuar nga pasioni, i paftë të shihte shenjat që nëna kishte tentuar t'i tregonte. Kur doli nga dushi, Gabriel ishte më i qetë. Ai u veshi, mori disa dokumente të rëndësishme dhe zbriti. Mariana ishte në kuzhinë duke përgatitur mëngjesin, me shpinë nga ai. Për një moment, Gabriel mendoi ta përballej aty për aty, të bërtiste të gjitha të vërtetat që i digjnin brenda. Por ai u kontrollua. Duhej ta bënte këtë në mënyrën e duhur. Me prova. Me dëshmitar.
Me drejtësinë në anën e tij. Shihemi më vonë, tha ai, duke i puthur ballin. Mariana i mbajti krahun. Gjithçka në rregull, dashuri? Ti je i çuditshëm. Gabriel detyroi një buzëqeshje tjetër. Vetëm i lodhur. Por gjithçka është në rregull. Ajo e lëshoi, por shikimi i saj mbeti dyshues. Gabriel doli nga shtëpia duke ndjer ata sy pas shpinës së tij. Në zyrë, Ricardi tashmë priste. Avokati ishte rreth të dyzetave, me flokë të thinjura të krejura mirë dhe një shprehje gjithmonë serioze që fshinte një zemër besnike. Ai dhe Gabriel kishin studiuar bashk, kishin ndërtuar karriera paralele dhe kishin mbajtur një miqësi të fortë ndër vite. Çfarë po ndodh, Gabriel? Më trembe me atë telefonat. Gabriel kyçi derën e zyrës dhe hapi kasafortën e ngulitur në mur nga brenda, nxori një dosje ku kishte vendosur të gjitha dokumentet që Joana i kishte dhënë, si dhe foton e Leonorës në azil pleq. Ai i shtriu të gjitha Ricardit, i cili filloi t'i shqyrtonte me vëmendje në rritje. Çfarë është kjo? Pyeti Ricardi, sytë i ishin zgjeruar. Është nënë e ime, tha Gabriel, zëri i fortë. Ajo është gjallë. Dhe Mariana është ajo që e mbajti të burgosur për 3 vjet. Ricardi ngriti sytë nga letrat, tërësisht i shokuar. Gabriel, kjo nuk është e mundur. Leonora, ne ishim në varrim. Unë pash varrin. Ti pe një arkivol të mbyllur dhe një varr bosh. Ashtu si unë. Mariana falsifikoi gjithçka, Ricard. Certifikata e vdekjes është e rreme, e firmosur nga një mjek të cilit i është hequr licenca. Varrimi u inskenua në një agjenci funerale që u mbyll menjëherë pas kësaj. Dhe nënë e ime kaloi 3 vjet e qetësuar në një azil pleq, e regjistruar me emër të rrem. Ricardi i kaloi dorën në përfytyr, duke u përpjekur të përpunonte atë informacion. Si e zbulove? Një kujdestare e azilit më gjeti në Vareza. Ajo kishte vëzhguar nënën time prej vitesh, dyshuese për situatën. Kur zbuloi kush isha, vendosi të më tregonte të vërtetën. Dhe Leonora ku është tani? Në spitalin Nën Tereza. Me siguri të shtuar. Nuk e di sa larg është në gjendje të shkoj Mariana kur të zbuloj se unë di gjithçka. Ricardi filloi të lexonte dokumentet më me vëmendje. Këtu ka regjistrime pagesash që vijnë nga Aliu Holding. Gabriel, kjo kompani është në emër të Marianës, por ti firmos si bashkëpërgjegjës. Ti dije këto pagesa? Jo. Unë ja delegova menaxhimin e kompanisë asaj pasi mendova se nëna kishte vdekur. Firmosa aq shumë gjëra gjatë asaj periudhe pa lexuar vërtet. Isha në shok, në zi. Ajo e shfrytëzoi këtë. Ricardi tundi kokën, i pabesueshëm. Ky është një mashtrim i përpunuar, Gabriel. Kjo nuk u bë brenda natës. Ajo planifikoi çdo detaj. E di. Dhe tani duhet ta çmontoj këtë kështjellë gënjeshtrash pjesë pas pjese. Por duhet ta bëj me kujdes. Nëse ajo kupton se unë e di, nuk e di çfarë mund të ndodhë. Ricardi heshti për një moment duke menduar. Duhet të mbledhim më shumë prova. Dëshmia e kujdestares është e rëndësishme, por na duhet më shumë. Duhet të gjurmojmë të gjitha pagesat, të gjejmë njerëzit që morën pjesë në mashtrim, të marrim regjistrimet mjekësore të vërteta të azilit. Dhe duhet ta bëjmë gjithë këtë pa e bërë Marianën të dyshoj. Si? Ricardi mori frym thellë. Së pari, do të marrim një urdhër gjykate për të hetuar llogaritë e Aliu Holding. Mund të flas me një gjyqtar të besuar, t'i shpjegoj situatën, të kërkoj fshehtësi absolute. Së dyti, duhet të punësojmë një hetues privat për të gjurmuar të gjitha lëvizjet e Marianës në 3 vitet e fundit. Së treti, duhet të mbrojmë Leonorën. Ajo është dëshmitarja kryesore. Nëse i ndodh diçka asaj. Ai nuk e mbaroi fjalin, por Gabriel e kuptoi. Kam vendosur siguri në dhomën e saj. Dhe kujdestarja, Joana, është me të. Ajo ishte personi i vetëm që besoi në nënën time gjatë gjithë këtyre viteve. Duhet të mbrojmë edhe Joanën. Nëse Mariana zbulon rolin e saj në gjithë këtë, ajo bëhet një shënjestër. Gabriel tundi kokën duke ndjer peshën e përgjegjësisë. Ricard, nëse vazhdojmë me këtë, nuk ka kthim pas. Martesa ime do të mbarojë. Jeta ime do të kthehet përmbys. Shtypi do të ketë një ditë të ardhmë me këtë histori. Ricardi e shikoi direkt në sy mikun e tij.
Dhe nëse nuk vazhdon, a mund të jetosh duke e ditur se gruaja që fle pranë teje mbajti nënën tënde të burgosur? A mund të shtireshe se nuk di asgjë? A mund ta lësh atë të shpëtoj pa u ndëshkuar? Gabriel mbylli sytë. Jo. Nuk mundem. Atëherë nuk ka zgjidhje, Gabriel. Do të nxjerrim në pah gjithçka. Do të bëjmë drejtësi. Dhe do të sigurojmë që ajo të paguaj për çdo ditë që Leonora vuajti. Në ditët në vijim, Gabriel jetoi një jetë të dyfisht të lodhshme. Gjatë ditës, shtirej si normal në shtëpi, bisedonte me Marianën, darkonte me të, flinte pranë saj. Por çdo gjest ishte i llogaritur, çdo fjalë e matur. Ai vëzhgonte gjithçka që ajo bënte, duke kërkuar shenja, duke u përpjekur të kuptonte si nuk e kishte kuptuar më parë se kush ishte ajo vërtet. Në mbrëmje, kur Mariana flinte, Gabriel dilte në heshtje dhe shkonte në spital për të vizituar nënën. Leonora po shërohej ngadalë. Mjekët thonin se do të ishte një proces i gjatë për të kthyer efektet e qetësimit të zgjatur, por ajo po i përgjigjej mirë trajtimit. Gabriel kalonte orë të tëra pranë saj, duke dëgjuar histori nga 3 vitet e humbura, duke i kërkuar falje vazhdimisht që nuk e kishte kuptuar të vërtetën më parë. Ti nuk kishe faj, bir, thoshte gjithmonë Leonora, duke i mbajtur dorën. Ajo është një manipuluese. Ajo e dinte saktësisht si të vepronte që ti të mos dyshoje kurrë. Ndërkohë, Ricardi punonte në heshtje pas kuintave. Ai mori urdhrin gjyqësor dhe filloi të hetonte llogaritë e Aliu Holding. Ajo që zbuloi ishte edhe më tronditëse se sa priste. Mariana kishte devijuar miliona gjatë 3 viteve, duke transferuar fonde në llogari offshore, duke krijuar kompani fantazm, duke bler prona në emër të tretëve. Pasuria që Gabriel kishte ndërtuar gjatë viteve po plaçkitej sistematikisht. Hetuesi privat, një burr diskret me emrin Paul Mema, filloi të ndiqte Marianën. Ai zbuloi se ajo kishte takime të shpeshta me një burr që nuk ishte Gabriel. Fotot tregonin takime në restorante të shtrenjta, hotele luksoze. Mariana nuk po e vidhte Gabrielin vetëm financiarisht. Ajo po e tradhtonte gjithashtu. Kur Gabriel pa fotot, ndjeu një piçkim dhimbjeje, por ishte ndryshe nga ajo që priste. Nuk ishte xhelozi. Ishte pothuajse lehtësim. Një tjetër provë se gruaja që ai kishte dashur nuk kishte ekzistuar kurrë vërtet. Ishte e gjitha një farsë. Ricardi gjurmoi gjithashtu mjekun që kishte firmosur certifikatën e rreme të vdekjes. Burri jetonte në një qytet të vogël në brendësi, duke u përpjekur të rindërtonte jetën pasi kishte humbur licencën. Kur Paul Mema e gjeti dhe i shpjegoi se mund të kishte probleme serioze nëse nuk bashkëpunonte, mjeku rrëfeu gjithçka. Mariana e kishte kërkuar 3 vjet më parë, i kishte ofruar një shumë të lartë për të firmosur dokumentin e rrem. Ai ishte i dëshpëruar përpara, kishte borxhe bigjozi dhe pranoi. Tani ishte i gatshëm të dëshmonte. Agjencia funerale u hetua gjithashtu. Pronari kishte mbyllur biznesin dhe ishte zhvendosur në një qytet tjetër, por u gjet. Ai tregoi se Mariana pagoi për një varrim të plot, por pa tru. Arkivoli ishte bosh. Ai nuk pyeti kurrë sepse parat ishin të mira dhe ajo tha se ishte një situatë familjare e ndërlikuar. Pjesë pas pjese, e vërteta po montoi. Ricardi mblodhi gjithçka në një dosje voluminoze, me qindra faqe dokumentesh, fotosh, dëshmish, regjistrime bankare. Ishte një provë e pakundërshtueshme se Mariana kishte orkestruar një nga mashtrimet më të përpunuara që ai kishte parë ndonjëherë. Të njëjtën e asaj jave, Ricardi i telefonoi Gabrielit. Është gati. Kemi gjithçka. Nesër në mëngjes do të shkojmë në polici dhe do të formalizojmë denoncimin. Gabriel ishte në zyrë kur mori telefonatën. Atëherë nesër në orën 9 të mëngjesit në komisariatin qendror. Unë do të jem aty me të gjitha dokumentet. Ti merr Leonorën dhe Joanën për të dhënë dëshminë. Dhe sjellim edhe Paulin me të gjitha provat fotografike. U bëft. Gabriel mbylli telefonin dhe mbeti duke parë telefonin në duar. Mungonte vetëm një natë tjetër. Një natë e fundit duke u shtirur se nuk dinte asgjë. Një natë e fundit duke fjetur pranë gruas që i kishte shkatëruar jetën. Nesër gjithçka do të zbulohej. Nesër drejtësia do të fillonte të bëhej. Kur arriti në shtëpia të natë, Mariana ishte veçanërisht e dashur. Ajo përgatiti darkën e tij të preferuar, zgjodhi një verë të shtrenjtë, vendosi muzikë ambienti.
Gabriel mori pjesë në farsë, duke biseduar për tema të parëndësishme, duke buzëqeshur në momentet e duhura, duke ushtirur se kjo ishte thjesht një natë tjetër normale. Por kur shkoi të flinte, ai qëndroi zgjuar me orë të tëra, duke parë tavanin në errësirë. Pranë tij, Mariana flinte thellë, frymëmarrja e qetë dhe e rregull. Si arrinte ajo të flinte kaq qetë, pyeti veten. Si arrinte ajo të jetonte me peshën e gjithçkaje që kishte bërë? Gabriel mendoi ta zgjonte aty për aty, t'i tregonte gjithçka që dinte, të shite shprehjen në fytyrën e saj kur të kuptonte se ishte zbuluar. Por ai u kontrollua. Nesër ajo do ta dinte. Nesër kështjella e gënjeshtrave që ajo kishte ndërtuar do të shpërbëhej plotësisht. Dhe ai do të ishte aty për të parë çdo gur të binte. Kur dielli filloi të lindte, Gabriel u ngrit në heshtje. Bëri dush, veshi një kostum të errët, rregulloi kravatën. Shikoi veten në pasqyrë dhe pa një burr ndryshe nga ai që zgjohej çdo të diel për të vizituar një varr bosh. Ky burr kishte qëllim. Ky burr kishte një mision. Ky burr do të bënte drejtësi. Ai zbriti dhe gjeti Marianën në kuzhinë, duke përgatitur kafe. Ajo buzëqeshi kur e pa. Mirëmëngjes, dashuri. Do të dalësh herët përsëri? Gabriel e shikoi, duke e fiksuar atë moment në kujtesë. Hera e fundit që ajo e shikonte pa e ditur se gjithçka ishte gati të mbaronte. Po, u përgjigj ai. Kam një takim të rëndësishëm. Mariana u afrua dhe i rregulloi kravatën. Fat të mirë atëherë. Gabriel i mbajti dorën për një moment, duke parë në sytë e asaj gruaje që ai kishte dashur, që ai kishte besuar, që kishte shkatëruar gjithçka. Faleminderit, tha ai. Dhe pastaj doli, duke mbyllur derën pas tij për herë të fundit si një burr i martuar me Marianën. Kur të kthehej në atë shtëpi, do të ishte si një burr i lirë. I lirë nga gënjeshtra, i lirë nga tradhtia, i lirë nga gruaja që kishte tentuar të varroste nënën e tij të gjallë. Ricardi priste para komisariatit. Pranë tij ishin Leonora, e mbështetur nga Joana, dhe Paul me disa dosje dokumentesh. Gabriel parkoi dhe shkoi tek ata, duke ndjer peshën e momentit. Le ta bëjmë këtë, tha ai. Dhe bashk, hynë në komisariat për t'i treguar botës një histori që askush nuk do ta besonte. Histori e një gruaje që kishte shtirur vdekjen e vjerrës për të vjedhur burrin. Histori e 3 viteve gënjeshtra. Histori e një varri bosh dhe një të vërtete që më në fund dilte në drilë. Komisariati qendror i Tiranës ishte i zënë atë të premte në mëngjes. Gabriel hyri i shoqëruar nga Ricardi, Leonora, Joana dhe Paul, duke mbajtur kuti me dokumente që përfaqësonin 3 vjet hetim të kondensuar në një javë. Komisari përgjegjës, Dr. Ferdinand Tola, një burr 50 vjeçar me shprehje serioze dhe shikim të vëmendshëm, i priti në zyrën e tij. Zotëri Aliu, Dr. Ricardi ma shpjegoi shkurtimisht situatën në telefon, por pranoi se e pata të vështirë ta besoja, tha komisari, duke bërë shenjë që të gjithë të uleshin. Një mashtrim i kësaj madhësie, i mbajtur për kaq kohë, është diçka e rrallë. Gabriel mori frymë thellë. E kuptoj, komisar. Edhe unë mezi e besoja. Por provat janë të gjitha këtu. Dhe dëshmitarja kryesore është nëna ime, të cilën të gjithë besonin se kishte vdekur 3 vjet më parë. Komisari shikoi Leonorën, e cila ishte ulur pranë Joanës, ende e brisht por me shikim të vendosur. Ju jeni Leonora Aliu? Jam unë, komisar, u përgjigj Leonora, zëri ende pak i ngjirur nga vitet e qetësimit. Dhe unë jam këtu për të treguar gjithçka që më bën. Gjatë 3 orëve të ardhshme, secili dha dëshminë e tij. Leonora tregoi për zënkën me Marianën, për dokumentet që refuzoi të firmoste, për çajin e helmuar dhe zgjimin në azil pleq. Zëri i dridhej në disa momente, veçanërisht kur përshkruante 3 vitet e jetës së qetësuar, duke besuar se djali i saj e kishte braktisur. Joana tregoi si filloi të dyshonte, si shënoi çdo detaj të dyshimit për vite me radhë, si më në fund vendosi të kërkonte Gabrielin në Vareza. Ajo tregoi fletoren ku kishte regjistruar gjithçka, faqe pas faqe shënimesh që dokumentonin burgosjen e Leonorës. Ricardi paraqiti dokumentet bankare, duke treguar devijimet e miliona lekëve, transfertat në llogari offshore, kompanitë fantazmë. Paul solli fotot e tradhtisë së Marianës, regjistrimet e takimeve të saj të dyshimta, dëshmitë që kishte mbledhur. Komisari dëgjonte gjithçka me vëmendje në rritje, duke bërë shënime, duke kërkuar sqarime. Kur të gjithë mbaruan, ai u mbështet në karrige, dukshëm i prekur.
Ky është një nga mashtrimet më të përpunuara që kam parë në karrierën time, tha ai. Zotëri Aliu, jeni absolutisht I sigurt që doni të vazhdoni me këtë? Sa po të fillojmë procesin, jeta juaj do të bëhet një cirk mediatik. Gabriel shikoi nënën, pastaj Joana dhe më në fund komisarin. Jam absolutisht I sigurt. Nëna ime kaloi 3 vjet e burgosur e qetësuar duke besuar se unë e kisha braktisur. Nuk ka çmim shumë të lartë për të bërë drejtësi. Komisari tundi kokën. Shumë mirë. Do të lëshoj menjëherë një urdhër arresti parandalues kundër Mariana Aliu. Gjithashtu do të bllokojmë të gjitha llogaritë bankare të lidhura me të dhe do të fillojmë një hetim të plotë. Zotëri Aliu, ju duhet të jeni I përgatitur sepse kur të arrestojmë bashkëshortën tuaj, kjo do të jetë në të gjitha gazetat deri në fund të ditës. E di, u përgjigj Gabriel. Komisari mori telefonin dhe filloi të jepte urdhra. Brenda më pak se një ore, një ekip policie ishte rrugës për në penthose në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Gabriel kërkoi të mos ishte I pranishëm në momentin e arrestimit. Nuk kishte forcë ta shihte atë. Në vend të kësaj u kthye me nënën dhe Joana në spital, ku do të prisnin lajme. Ishin 2 orë pritjeje ankthi. Gabriel mbajti dorën e nënës, të dy ulur në dhomën e spitalit në heshtje. Joana solli kafe, por askush nuk arriti ta pinte. Në orën 11:30 të mëngjesit, telefoni I Gabrielit ra. Ishte Ricardi. UB. Policia sapo arrestoi Marianën. Ajo rezistoi, bërtiti, kërcënoi se do të padiste të gjithë. Por tani është në paraburgim. Gabriel mbylli syt, duke ndjerë një përzierje lehtësimi dhe trishtimi. Faleminderit, Ricard. Ka edhe diçka tjetër, Gabriel. Shtypi tashmë ka zbuluar. Ka gazetar para komisariatit, para spitalit, para shtëpisë tënde. Kjo do të shpërthej. Dhe shpërtheu. Brenda disa orësh, historia ishte në të gjitha kanalet televizive, në të gjitha faqet e lajmeve, në të gjitha rrjetet sociale. Biznesmeni zbulon se nëna është gjallë pas 3 vjetësh duke qarë në varr bosh. Bashkëshortja akuzohet për falsifikim vdekjeje dhe devijim milionash. Detajet ishin të pakta në fillim, por ndërsa dita përparonte, më shumë informacione dilnin. Gabriel e mbylli celularin pasi mori telefonatën e 100 nga gazetarët. Ai nuk ishte gati të fliste me shtypin. Jo ende. Së pari duhej të përpunonte gjithçka që po ndodhte. Së pari duhej të sigurohej që nëna ishte e sigurt. Në pasdite, komisari Tola I telefonoi personalisht. Zotëri Aliu, Mariana po kërkon të flasë me ju. Ajo thot se do të jap dëshmi vetëm nëse mund të bisedoj me ju së pari. Gabriel ndjeu stomakun t'i rrotulloi. Nuk dua ta shoh. E kuptoj, por mund të jetë strategjike. Nëse ajo rrëfen para jush me dëshmitar, kjo e forcon çështjen. Nuk duhet të qëndroni vetëm me të. Unë dhe policë të tjerë do të jemi në dhomë. Gabriel shikoi nënën. Leonora I mbajti dorën fort. Shko, birë. Shikoje në sy dhe lëre të shoh se nuk arriti të shkatërroj. Gjysmë ore më vonë, Gabriel hyri në komisariat nga dera e pasme, duke shmangur gazetarët që rrethonin hyrjen kryesore. Komisari e drejtoi në një dhomë marrjeje në pyetje. Mariana ishte ulur, me pranga, flokët e çrregullt, makijazhi I shpëlar nga lotët. Kur pa Gabrielin të hynte, ajo u ngrit me shpejtësi. Gabriel, faleminderit Zotit. Duhet ta zgjidhësh këtë keq kuptim. Unë mund të shpjegoj gjithçka. Gabriel tërhoqi një karrige dhe u ul në anën tjetër të tavolinës, duke mbajtur distancë. Mund të shpjegosh atëherë. Shpjego si nëna ime, e cila duhej të ishte e vdekur, kaloi 3 vjet e qetësuar në një azil pleq. Mariana tundi kokën me shpejtësi. Nuk ishte kështu. Ti nuk kupton. Nën e jote ishte e sëmur, Gabriel. Ajo po kishte deluzione, duke thënë gjëra absurde. Unë u përpoqa të ndihmoja. Ti u përpoqe të ndihmoje duke e droguar dhe duke e regjistruar me emër të rem? U përpoqe të ndihmoje duke falsifikuar një certifikat vdekjeje dhe duke bërë një varrim me arkivol bosh? Lotët e Marianës dukeshin të vërteta, por Gabriel tashmë nuk e dinte më çfarë ishte reale dhe çfarë ishte teatër. Isha e dëshpëruar. Ajo do të shkatëronte gjithçka. Ajo do të bënte që ti të humbasje gjithçka që kishe ndërtuar.
Atëherë ti vendose ta vrasësh? Socialisht, ligjërisht, ti e vrave. Jo, bërtiti Mariana. Unë kur nuk doja ta dëmtoja. Unë thjesht doja unë duhej. Duhej parat, përfundoi Gabriel, zëri i ftohtë. Duhej kontrollin. Duhej të më manipuloje ndërsa vidhje miliona. Dhe rrugës, shkatërove një grua të pafajshme. Mariana u përpoq t'i mbante duart nëpër tavolinë, por Gabriel u tërhoq. Unë të dua, Gabriel. Gjithçka që bëra ishte për ne. Jo, tha Gabriel duke u ngritur. Gjithçka që bëre ishte për veten tënde. Dhe tani do të paguash për këtë. Mariana filloi të bërtiste ndërsa Gabriel dilte nga dhoma. Ti nuk mund të ma bësh këtë. Unë jam bashkëshortja jote. Ne kemi një jetë së bashku. Gabriel, të lutem. Por ai nuk shikoi pas. Doli nga komisariati nga e njëjta derë e pasme, hyri në makinën që Ricardi kishte siguruar dhe u kthye në spital. Kur arriti në dhomën e nënës, këmbët më në fund i dridheshin. Ai u ul dhe qau, e gjithë tensioni i ditëve të fundit më në fund shpërtheu. Leonora dhe Joana e përqafuan, 3 personat që kishin qenë viktima të së njëjtës grua, tani të bashkuar nga e vërteta që më në fund kishte dalë në dridhë. Në ditët në vijim, çështja mori për masa kombëtare. Programe televizive debatonin temën, specialistët analizonin si një mashtrim i asaj madhësie mund të ishte mbajtur për kaq kohë. Shumë lavdëronin kurajen e Joanës, një kujdestareje modeste që rrezikoi gjithçka për të shpëtuar një të panjohur. Të tjerë pyesnin si Gabriel nuk kishte vënë re asgjë. Media ishte e pamëshirshme, por Gabriel vendosi ta përdorte atë ekspozim në favor të tij. Ai dha një konferencë shtypi të vetme, në të cilën prezantoi Leonorën botës. Nën e bir u ulën krah për krah dhe Gabriel tregoi të gjithë historinë. Leonora, ende e brisht por e vendosur, konfirmoi çdo detaj. Humba 3 vjet nga jeta ime, tha Leonora para kamerave, zëri i fortë. 3 vjet duke besuar se djali im më kishte braktisur. 3 vjet e qetësuar, e padukshme, e trajtuar sikur nuk ekzistoja. Por unë mbijetova. Dhe tani dua që historia ime të shërbej si paralajmërim. Ka shumë të moshuar të padukshëm atje, të harruar në azile pleq, të heshtur, pa zë. Unë pata fatin të kisha dikë që besoj në mua. Dhe ky dikush ishte Joana, e cila ishte ulur në audiencë. Gabriel e thiri në skenë. Kjo grua, tha ai, duke i vënë dorën në shpatull, shpëtoi nënën time kur e gjithë bota e kishte harruar. Ajo nuk kishte asgjë për të fituar, shumë për të humbur, por zgjodhi të bënte atë që ishte e drejtë. Joana, duke qarë, tundi kokën. Unë thjesht bëra atë që do të bënte çdo person i denjë. Por shumë nuk do ta bënin, u përgjigj Gabriel. Dhe për këtë, nga sot, Joana nuk është vetëm një kujdestare. Ajo është drejtoresha e fondacionit Leonora Aliu, të cilin do ta inaugurojmë javën e ardhshme. Lajmi i kapi të gjithë në befasi, përfshirë Joanën, e cila shikoi Gabrielin me sytë e zgjeruar. Zotëri Gabriel, unë nuk mundem. Unë nuk kam formim për këtë. Ti ke diçka më të rëndësishme, tha Gabriel. Ti ke zemër. Ti ke kurajo. Dhe ti e kupton çfarë do të thotë të jesh i padukshëm. Ky fondacion do të ndihmojë gratë sipërmarrëse, por gjithashtu do të krijojë një program të veçantë për kujdestarët dhe të moshuarit. Për të siguruar që asnjë Leonora tjetër të mos harrohet. Audienca e gazetarëve duartrokiti. Kjo histori tmerri po shndërrohej në diçka më të madhe. Po bëhej një simbol shprese, drejtësie, shansi të dytë. Ndërkohë, në komisariat, Mariana vazhdonte të ishte e burgosur. Avokati i saj u përpoq të kërkonte lirinë, duke pretenduar se ajo kishte rënje në komunitet dhe nuk paraqiste rrezik arratisjeje. Por gjyqtari e mohoi, duke cituar gravitetin e krimeve dhe ftohtësinë me të cilën ishin planifikuar. Mariana do të gjykohej e burgosur. Hetimet vazhduan duke zbuluar shtresa pas shtresash mashtrimi. U zbuluan më shumë llogari bankare, më shumë kompani fantazm, më shumë prona të blera me para të devijuara. Pasuria e vjedhur të i kalonte 10 milion lekë. Mariana kishte ndërtuar një perandori në kurriz të Gabrielit, gjithçka ndërsa shtirej se ishte bashkëshortja e devotshme. Burri me të cilin ajo takoi u identifikua gjithashtu. Ishte një avokat i pandershëm që e ndihmonte të strukturonte skemat financiare. Ai u arrestua gjithashtu si bashkpunëtor.
Një muaj pas arrestimit, Gabriel ishte kthyer në varrezat e Sharrës. Por këtë herë nuk ishte aty për të qarë. Ishte aty për të mbyllur një cikël. Ai kishte punësuar një kompani për të hequr lapidarin e Rem, për të çmontuar varrin Bosch që kishte qenë sken e 3 viteve vuajtje. Leonora ishte pranë tij, e mbështetur në një baston, por çdo ditë më e fortë. Joana ishte gjithashtu aty dhe Ricardi dhe disa miq të afërt që kishin mbështetur Gabrielin gjatë gjithë procesit. Ky vend nuk do të thotë më asgjë, tha Gabriel, duke parë aty ku dikur ishte lapidari. Për 3 vjet unë erdha këtu duke besuar në një gënjeshtër. Por tani e di të vërtetën. Dhe erdha këtu për të thënë lamtumir. Jo në nësime, sepse ajo është gjallë dhe mirë. Por lamtumir burrit që isha. Ati burri naiv, të verbër, që besonte në iluzione. Ai u ngrit. Në vend të tij lindi një burr që njeh vlerën e të vërtetës. Që kupton çmimin e tradhtisë. Por që gjithashtu mësoi për faljen, për shanset e dyta, për kthimin e dhimbjes në qëllim. Gabriel doli nga varrezat duke e ditur se nuk do të kthehej më kurrë. Ai kapitull ishte mbyllur. Jeta reale, jeta e vërtet, ishte jashtë, duke e pritur. Një javë më vonë, Fondacioni Leonora Aliu u inaugurua në një ceremoni emocionuese. Qindra njerëz morën pjesë duke përfshirë shumë që ishin prekur nga historia. Ndërtesa e zgjedhur ishte e gjerë dhe moderne, me salla për kurse, hapësira për takime dhe një departament të tërë të dedikuar mirëqenies së të moshuarve dhe kujdestarëve. Gabriel mbajti një fjalim të shkurtër por të fuqishëm. Ky fondacion lindi nga dhimbja, por ekziston për të krijuar shpresë. Lindi nga një padrejtësi, por ekziston për të promovuar drejtësi. Dhe lindi nga dashuria mes nënës dhe djalit që as 3 vjet gënjeshtra nuk arritën ta shkatëronin. Leonora preu shiritin inaugural pranë Joanës, 2 gratë që kishin mbijetuar më të keqen dhe tani ishin gati të ndihmonin njerëzit e tjerë të bënin të njëjtën gjë. Kamerat regjistruan gjithçka, por Gabriel e dinte se ai moment ishte shumë më tepër se një lajm. Ishte një fitore. Një fitore mbi gënjeshtrën, mbi mizorin, mbi lakmin. Atë natë, Gabriel darkoi me nënën në apartamentin që ai kishte marrë me qira për të, një vend i ngrohtë me pamje nga parku i madh i Tiranës. Ata biseduan për të kaluarën, për të ardhmen, për planet për fondacionin. Dhe për herë të parë në 3 vjet, Gabriel u ndjei i plot. E di që gjyqi do të jetë i vështirë, apo jo, tha Leonora. Do të nxjerrë gjithçka në pah përsëri. Do të duhet të ringjallësh çdo moment. E di, nën. Por duhet të jem aty. Duhet ta shikoj dhe t'i tregoj se nuk arriti të më shkatërroj. Që nuk arriti të shkatërroj ty. Leonora i mbajti dorën djalit. Ti je një burr i fortë, Gabriel. Më i fortë se sa mendoja. Dhe unë jam shumë krenare për ty. Gabriel ndjeu lotët t'i vinin përsëri, por këtë herë ishin lotë mirënjohjeje. Mirënjohje pse kishte nënën përsëri. Mirënjohje pse Joana kishte pasur kurajën të tregonte të vërtetën. Mirënjohje pse kishte miq si Ricardi që qëndruan pranë tij. Faleminderit që nuk u dorëzove kurrë, nën. Faleminderit që mbijetove. Faleminderit që besove se unë do të kthehesha. Leonora buzëqeshi, ajo buzëqeshje e lodhur por e vërtetë e atij që kishte kaluar ferin dhe kishte arritur të kthehej. Unë jam nënë e jote, Gabriel. Unë gjithmonë do të besoj te ty gjithmonë. Ata qëndruan duke biseduar deri vonë, duke rikuperuar 3 vitet e humbura, një histori pas tjetrës. Jashtë, Tirana vazhdonte jetën e saj të natës të gjallë, miliona njerëz që jetonin historitë e tyre, duke u përballur me betejat e tyre. Por aty, në atë apartament, 2 njerëz që ishin ndarë nga gënjeshtra më mizore ishin përsëri së bashku. Dhe kjo, mendoi Gabriel ndërsa përqafonte nënën, ishte gjithçka që kishte rëndësi. E vërteta kishte fituar. Drejtësia po bëhej. Dhe jeta reale dhe e vërtet, më në fund mund të rifillonte. 3 muaj kishin kaluar që nga arrestimi i Marianës. 3 muaj titujsh, hetimesh, zbulimesh që dukeshin pa fund. Gabriel ishte larguar përkohësisht nga biznesi, duke lënë menaxhimin e kompanisë në duart e njerëzve të besuar, ndërsa ai i dedikohej kujdesit për nënën dhe përgatitjes për gjyqin që po afrohej. Leonora kishte bërë përparime të dukshme. Mjekët ishin të impresionuar me shërimin e saj, si fizikisht ashtu edhe mendërisht.
Efektet e qetësimit të zgjatur po zhdukeshin ngadalë dhe ajo tashmë mund të ecte pa ndihmë, megjithse ndjente lodhje lehtësisht. Por më e rëndësishmja ishte se shkëlqimi ishte kthyer në sy. Ajo grua që Gabriel kishte vizituar në azil pleq, e dobët dhe e thyer, po shndërrohej ngadalë përsëri në nënën e fortë që ai kishte njohur. Fondacioni Leonora Aliu tashmë funksiononte me shpejtësi të plotë në drejtimin e Joanës. Në 2 muajt e parë, më shumë se 200 gra ishin shërbyer, duke marrë kurse trajnimi, mikrokredi për të filluar biznese dhe mbështetje psikologjike. Por projekti më i veçantë ishte programi Zërat e Padukshëm, i dedikuar për të identifikuar dhe ndihmuar të moshuarit në situata vulnerabile në azile pleq dhe institucione. Joana u tregua një administratore e lindur. Ajo i kuptonte dhimbjet e njerëzve sepse i kishte jetuar ato dhimbje. Dinte çfarë ishte të jesh i padukshëm, të hidhesh poshtë nga shoqëria, të konsiderohesh më pak se asgjë. Dhe e përdorte këtë përvojë për të krijuar programe që vërtet bënin një ndryshim. Gabriel vizitonte fondacionin çdo javë, gjithmonë i impresionuar me punën që po bëhej. Në një nga këto vizita, Joana e thiri në zyrën e saj. Zotëri Gabriel, ka diçka që do të doja t'ju tregoja, tha ajo, duke marrë një dosje. Në javët e fundit, kemi marrë 10 letra nga njerëz që pan historinë e zonjës Leonora në televizion. Shumë janë nga familje që dyshojnë se diçka e ngjashme mund t'u ketë ndodhur të afërmve të tyre. Gabriel shfletonte letrat duke ndjerë zemrën t'i shtrëngoi. Kishte histori zhdukjes së papritur, të moshuarish që u zhdukën pa shpjegim, të familjeve që kur nuk morën përgjigje. Sa Leonora të tjera ekzistojnë atje, pyeti ai. Shumë, u përgjigj Joana. Dhe unë do të doja autorizimin tuaj për të krijuar një grup pune. Mund të punojmë me autoritetet për të hetuar këto raste. Ndoshta jo të gjitha janë mashtrime, por disa mund të jenë. Gabriel tundi kokën me njëherë. Bëje këtë, Joana. Përdor të gjitha burimet që të duhen. Nëse mund të shpëtojmë të paktën edhe një person, ja ka vlejtur. Ndërsa fondacioni rritej dhe bënte një ndryshim, data e gjyqit të Marianës më në fund erdhi. Ishte një e hënë e ftohtë gushti kur Gabriel hyri në gjykatën penale të Tiranës së bashku me Ricardin. Vendi ishte rrethuar nga gazetar, kamera televizive, kureshtar. Çështja ishte bërë një nga më të komentuarat e vitit. Salla e gjyqit ishte plot. Gabriel u ul në rreshtin e parë, pranë Leonorës dhe Joanës. Në anën tjetër, Mariana u sol me pranga, e veshur me një kostum diskret që avokati i saj sigurisht e kishte zgjedhur për të dhënë një imazh respekti. Kur ajo hyri, sytë e saj menjëherë kërkuan Gabrielin. Ai e mbajti shikimin për një moment, pastaj e largoi. Nuk kishte më asgjë për të thënë. Gjyqtari Mark Veliu, një burr 60 vjeçar me reputacion se ishte rigoros por i drejtë, hapi seancën. Akuza ishte e gjerë: falsifikim dokumentesh, burgim i paligjshëm, shpërdorim fondesh, falsifikim ideologjik, përvetësim i paligjshëm. Prokuroria Patricia Mema, një grua e vendosur 40 vjeçare, e paraqiti çështjen me hollësi. Gjatë 2 ditëve të para, u dëgjuan dëshmitar. Mjeku që firmosi certifikatën e re me rrëfeu përsëri, këtë herë para gjyqtarit, duke shpjeguar si Mariana e kishte kërkuar, sa kishte paguar, si ishte planifikuar gjithçka. Pronari i agjencisë funerale konfirmoi se varrimi ishte një farsë, se arkivoli ishte bosh, se gjithçka ishte thjesht një shfaqje e paguar. Punonisit e azilit pleq dëshmuan për pagesat misterioze, për të moshuarën e regjistruar me emër të rem, për urdhrat e shprehur për ta mbajtur të qetësuar. Çdo dëshmi ishte më shkatëruese se e mëparshmja, duke ndërtuar një tablo të plotë të mizorisë së planifikuar me hollësi. Në ditën e tretë, ishte radha e Joanës të ngjitej në bankën e dëshmitarëve. Ajo ishte dukshëm nervoze, por kur filloi të fliste, zëri i saj doli i fortë dhe i qartë. Kam punuar në atë azil pleq për 3 vjet, tha ajo. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, kur nuk kam parë një rast kaq mizor sa ai i zonjës Leonora. Ajo ishte e kthjellët. Ajo e dinte saktësisht kush ishte djali i saj, çfarë po ndodhte. Por askush nuk besonte në të. Dhe sa më shumë ajo përpiqej të shpjegonte, aq më shumë ilaçe i jepnin. Prokuroria pyeti: "Dhe pse vendosët të hetonit çështjen?" Sepse e dija çfarë ishte të ishe i padukshëm, u përgjigj Joana, lotët filluan t'i rridhnin. Kam jetuar në rrugë, kam qenë e varur, jam hedhur poshtë nga shoqëria.
E di si është kur askush nuk të sheh, kur askush nuk beson në ty dhe nuk mund të lejoja që kjo të vazhdonte të ndodhte me zonjën Leonora. Dëshmia e Joanës preku të gjithë sallën. Edhe gjyqtari duke i prekur. Kur ajo zbriti nga banka, Gabriel e përqafoi duke i përshpëritur një falënderim që vinte nga thellësia e zemrës. Në ditën e 4, Leonora u thirr për të dëshmuar. Gabriel i mbajti dorën para se të ngjitej duke i dhënë forcë. Nën e tij ishte e zbeth, por e vendosur. Ajo eci drejt bankës me kokën lart, shikoi Marianën pa frikë dhe filloi rrëfimin e saj. E rrita djalin tim vetëm pasi babai i tij na braktisi, filloi Leonora. Punova ditë e natë për t'i dhënë atij gjithçka që meritonte. E pash të rritej, të shkollohej, të ndërtonte një jetë të suksesshme. Dhe kur ai më prezantoi Marianën, unë doja të besoja se ajo ishte personi i duhur për të. Por diçka brenda meje gjithmonë e dinte se nuk ishte. Ajo tregoi për zënkat, për dokumentet që Mariana donte që ajo të firmoste, për refuzimin dhe zënkën që pasoi. E dija se ato letra do t'i jepnin asaj kontroll të plot mbi jetën e djalit tim. Mbi pasurinë që ai ndërtoi me aq mund. Dhe unë nuk mund ta lejoja këtë. Leonora përshkroi natën kur gjithçka ndryshoi. Ajo u kthye me një çaj, duke thënë se donte të bëhej paqe. Unë besova. E piva atë çaj. Dhe pastaj gjithçka u bë e turbull. Mbaj mend zëra që u mbaja, që u zgjova në një vend të çuditshëm pa e ditur ku isha. Zëri i saj dridhej kur foli për 3 vitet në azil pleq. Ata më drogonin çdo ditë. Isha në një gjendje gjysmë ndërgjegjshme, pa forcë për të rezistuar. Në momentet e shkurtra kur zgjohesha, unë përpiqesha të shpjegoja kush isha, kërkoja të thirrnin djalin tim. Por të gjithë thoshin se isha e hutuar, se ishte deluzion. Dhe pastaj vinin më shumë ilaçe. Më e keqja, vazhdoi Leonora, lotët tani i rridhnin lirshëm, nuk ishte dhimbja fizike. Ishte të dija se djali im ishte atje jashtë, duke besuar se unë kisha vdekur, duke vuajtur për mua, ndërsa unë isha gjallë dhe e burgosur. Ishte të imagjinoja se ai mendonte se unë e kisha braktisur, se unë isha larguar pa u përshëndetur. Gabriel qante gjithashtu, ashtu si Joana, ashtu si shumë njerëz në sallë. Prokuroria pyeti, dhe kur djali juaj më në fund ju gjeti, si u ndjet? Leonora shikoi Gabrielin, një buzëqeshje e trishtuar në fytyrë. Ndjeva se ja kishte vlejtur të mbietoja. Ndjeva se nuk kisha humbur gjithçka. Se ende kishte shpresë. Kur Leonora zbriti, e gjithë salla ishte në heshtje. Mizoria e asaj që ishte bërë asaj gruaje ishte e padiskutueshme, e pamundur të injorohej. Mariana mbante kokën ulur, pa shikuar askën. Në ditën e 5, ishte radha e Gabrielit të dëshmonte. Ai u ngjit në bankën e dëshmitarëve duke ndier peshën e të gjitha shikimeve. Prokuroria e udhëhoqi nëpër histori nga dita kur mori lajmin e vdekjes së supozuar të nënës deri në momentin kur Joana e ndaloi në varreza. Si u ndjet kur zbuluat se nëna juaj ishte gjallë, pyeti prokuroria. Gabriel mori frym thellë. Ishte sikur bota të ishte shpërbër për herë të dytë. E para ishte kur mendoja se e kisha humbur. E dyta ishte kur zbulova se ajo humbje ishte një gënjeshtër. Që për 3 vjet unë qava, vuajta, mbajta një faj shkatërues, gjithçka e bazuar në një farsë. Ai shikoi Marianën. Dhe personi përgjegjës për këtë farsë ishte gruaja që unë e doja. Gruaja të cilës i besoja plotësisht. Gruaja që flinte pranë meje çdo natë duke e ditur se nëna ime ishte gjallë, e burgosur, duke vuajtur. Dhe si ndiheni për të tani? Gabriel nuk hezitoi. Asgjë. Nuk ndiej absolutisht asgjë. Gruaja që unë e doja nuk ekzistonte kurrë. Ishte thjesht një iluzion, një maskë. Dhe kur maska ra, gjithçka që mbeti ishte një huaj aftë për mizori të paimagjinueshme. Në ditën e 6, Mariana më në fund pati mundësinë të mbronte veten. Avokati i saj u përpoq të argumentonte se ajo kishte vepruar në presion, se po përpiqej të mbronte Gabrielin nga një vjerë manipuluese, se gjërat kishin dalë jashtë kontrollit. Por argumentet tingëllonin të zbrazta para kaq shumë provash. Kur Mariana u ngjit në bankë, ajo u përpoq të qante, u përpoq të dukej e penduar. Por fjalët e saj ishin shumë të llogaritura, shumë të ushtruara. Ajo nuk mori përgjegjësi reale për asgjë. Gjithmonë kishte një justifikim, gjithmonë dikush tjetër për t'u fajsuar.
Gabriel vëzhgoi atë performancë dhe ndjeu keqardhje. Jo për të, por për personin që ai kishte qenë. Për burrin naiv që u dashurua me iluzionin që nuk pa shenjat që lejoi që kjo të ndodhte. Pas 7 ditësh gjyqi, erdhi momenti i argumenteve përfundimtare. Prokuroria ishte bindëse duke kërkuar dënimin maksimal për krimet e kryera. Ky nuk ishte një akt impulsiv, tha ajo. Ishte një mashtrim i planifikuar me hollësi që zgjati 3 vjet. Leonora Aliu u mbajt e burgosur, e qetësuar, e privuar nga liria dhe dinjiteti i saj. Dhe gjithë kjo për lakmi të pastër. Avokati i mbrojtjes u përpoq të apelonte për mëshirë, por fjalët e tij tingëlluan të dobëta. Gjyqtari njoftoi se vendimi do të jepej pas 1 jave. Gjatë asaj jave pritjeje, Gabriel kaloi shumë kohë me nënën. Ata biseduan për gjithçka, për të kaluarën, për të ardhmen, për faljen dhe drejtësinë. Leonora e befasoi Gabrielin duke thënë se nuk ndjente urrejtje për Marianën. Urrejtja do të më shkatëronte, bir, shpjegoi ajo. Unë tashmë kam humbur 3 vjet nga jeta ime për shkak të ligësisë së saj. Nuk do të humbas më kohë duke lënë që urrejtja të më konsumojë. Dua drejtësi, po. Dua që ajo të paguaj për atë që bëri. Por gjithashtu dua të vazhdoj përpara, të jetoj kohën që më ka mbetur pranë teje, duke bërë një ndryshim përmes fondacionit. Gabriel përqafoi nënën, i impresionuar nga forca e saj. Ti je personi më i fortë që njoh. Leonora buzëqeshi. Nuk jam e fortë, bir. Jam thjesht një e mbijetuar. Dhe të mbijetuarit mësojnë se e vetmja rrugë është përpara. Në ditën e vendimit, salla ishte edhe më plot se në ditën e parë. Gabriel, Leonora dhe Joana u ulën së bashku, duke mbajtur duart e njëri tjetrit. Gjyqtari hyri dhe të gjithë u ngritën. Dërë Mark Veliu filloi të lexonte vendimin duke përmbledhur krimet, provat, dëshmitë. Zëri i tij ishte i fortë dhe solemn. Ky tribunal e konsideron Mariana Aliu fajtore për të gjitha krimet për të cilat u akuzua. Ftohtësia dhe paramendimi me të cilat ajo veproi, kohëzgjatja e vuajtjes së shkaktuar viktimës dhe mungesa e plot e pendesës së demonstruar e bëjnë këtë një nga rastet më të rënda që kam gjykuar ndonjëherë. Ai bëri një pauzë. Dënimi është 18 vjet burgim në regjim të mbyllur, përveç kthimit të plot të gjitha vlerave të devijuara me korrigjim dhe gjobë. E pandehura gjithashtu humbet të gjitha të drejtat mbi çdo pasuri të lidhur me familjen Aliu. Salla shpërtheu në murmuritje. Mariana u zbe, këmbët i dridheshin. Ajo duhej të mbështetej nga gardianët. Gabriel ndjeu një peshë të madhe të hiqej nga shpatullat e tij. Nuk ishte lehtësim i plot, jo ende. Por ishte drejtësi. Më në fund, drejtësi. Jashtë, duke u përballur me gazetarët, Gabriel bëri një deklaratë të shkurtër. Drejtësia u bë sot. Nëna ime më në fund mund të filloj të shëroj plagët e 3 viteve të fundit. Dhe ne mund të vazhdojmë përpara, duke e ditur se e vërteta fitoi. Një gazetar pyeti, a mund ta falni Marianën? Gabriel mendoi për një moment. Të falësh nuk do të thotë të harrosh apo të justifikosh atë që është bërë. Por do të thotë të mos lejosh që urrejtja të më konsumojë. Nëna ime ma mësoi këtë. Pra po, një ditë ndoshta do të mund të fal. Por kur nuk do të harroj. Atë natë, Gabriel organizoi një darkë në një restorant diskret. Të pranishëm ishin Leonora, Joana, Ricardi, Paul Hetuesi dhe disa miq të afërt që kishin mbështetur gjatë gjithë procesit. Ishte një festë, por gjithashtu një moment reflektimi. Ricardi ngriti gotën për një dolli. Për Leonorën që mbijetoi të pamundurën. Për Joanën që kishte kurajën të tregonte të vërtetën. Dhe për Gabrielin që kur nuk u dorëzua në kërkimin e drejtësisë. Të gjithë bën dolli, por ishte Leonora ajo që bëri dollin përfundimtare. Për fillimet e reja, tha ajo, duke parë çdo person aty. Të gjithë ne, në një farë mënyre, duhej të fillonim nga e para. Por e bëm këtë së bashku. Dhe kjo është fitoria e vërtetë. Gabriel shikoi nënën, Joana, miqtë mbledhur dhe ndjeu për herë të parë pas muajsh një ndjenjë paqeje. Rruga kishte qenë e gjatë dhe e dhimbshme. E vërteta kishte kushtuar shtrenjtë. Por ja kishte vlejtur. Çdo lot, çdo natë pa gjumë, çdo moment dhimbjeje. Gjithçka ja kishte vlejtur sepse në fund e vërteta fitoi. Drejtësia u bë. Dhe jeta mund të rifillonte. Një vit kishte kaluar që nga vendimi.
Një vit shërimi, rindërtimi, mësimi se si të jetohet përsëri pasi e vërteta shpërthen gjithçka që besoje se njihje. Gabriel ishte ulur në zyrën e fondacionit, duke parë nga dritarja qytetin e Tiranës që shtrihej nën qiellin blu të një pastite shtatori. Ishte pranverë dhe diçka në atë stin gjithmonë sillte me vete ndjenjen e ri për të rritjes. Dera u hap dhe Leonora hyri, duke mbajtur një dosje plot me dokumente. Në moshën 74 vjeçare, ajo dukej një grua krejtësisht ndryshe nga ajo që Gabriel kishte gjetur në atë azil pleq një vit më parë. Flokët e thinjura ishin të kujdesura mirë, fytyra kishte rifituar ngjyrën e shëndetshme dhe më e rëndësishmja, shkëlqimi në sy ishte kthyer. Ajo vishte rroba elegante por të rehatshme dhe ecte me një siguri që dukej se ishte shumë fishuar nga përvoja e të mbijetuarit të më të keqes. Bir, duhet ta shohësh këtë, tha ajo, duke vendosur dosjen mbi tavolinë. Janë raportet e 3 mujorit të fundit të fondacionit. Shifrat janë mbresëlënëse. Gabriel mori dokumentet dhe filloi të lexonte. Në një vit operimi, Fondacioni Leonora Aliu kishte shërbyer më shumë se 1000 gra, duke ofruar kurse trajnimi, mikrokredi dhe mbështetje psikologjike. Por ajo që e impresiononte më shumë ishte programi Zërat e Padukshëm, i ideuar nga Joana. Grupi i punës kishte hetuar 43 raste të dyshimta të moshuarve të zhdukur ose në situata të parregullta. Nga këto, 12 ishin konfirmuar si situata braktisjeje ose mashtrimi. 12 persona që, si Leonora, ishin harruar nga bota dhe tani po shpëtoheshin. Joana bëri një punë të jashtëzakonshme, tha Gabriel duke buzëqeshur. Ajo mësoi nga mësuesja më e mirë, u përgjigj Leonora me një buzëqeshje djallëzore. Unë. Të dy qeshën, ajo qeshje e lehtë dhe e sinqertë e atyre që më në fund kishin arritur ta linin peshën e së kaluarës të fillonte të shndërrohej në forcë për të ardhmen. Marrëdhënia mes nënës dhe djalit ishte rindërtuar në një mënyrë edhe më të thellë se më parë. 3 vitet e ndarjes, sado të dhimbshme të kishin qenë, kishin mësuar të dyve vlerën e çdo momenti së bashku. Në atë moment, Joana hyri në dhomë. Edhe ajo dukej një person i transformuar. Nuk ishte më gruaja e dobët dhe nervoze që kishte ndaluar Gabrielin në varreza. Tani vishej me profesionalizëm, flokët ishin të kujdesura mirë dhe kishte një siguri në hapat e saj që vinte nga të diturit se kishte qëllim, se jeta e saj kishte rëndësi. Zonja Leonora, zotëri Gabriel, kemi vizita, njoftoi ajo. Hyn në sallën kryesore të fondacionit, ku i priste një grup grash. Ishin përfituese të programit, gra që kishin marrë mbështetje për të filluar bizneset e tyre. Ato sillnin dhurata të bëra nga vetë ato, artizanate, ëmbëlsira, lule. Ishte një mënyrë për të falënderuar, por edhe për të treguar se po prosperonin. Njëra nga Gabriel vëzhgoi atë skenë dhe ndjeu gjoksin të nxehej. Kjo ishte ajo që kishte rëndësi. Jo paratë e rikuperuara, jo hakmarrja kundër Marianës, jo titujt e gazetave. Ishte kjo, njerëz reale që kishin jetët e tyre të transformuara, që kishin një shans të dytë. Pasi vizitoret u larguan, Gabriel, Leonora dhe Joana u mblodhen në sallën e takimeve. Kishte diçka që Gabriel donte të diskutonte me to, kam menduar shumë për të ardhmen, filloi ai. Fondacioni po funksionon mrekullisht, por unë ndjej se ende mund të bëjmë më shumë. Dua të zgjerohem. Të hap selit në qytete të tjera. Të çoj programin në Zërat e Padukshëm në të gjithë vendin. Joana u entuziazmua menjëherë. Do të doja shumë këtë, zotëri Gabriel. Kaq shumë vende ku kjo është e nevojshme. Kaq shumë njerëz të harruar. Leonora mbajti dorën e djalit. Je i sigurt? Kjo do të kërkoj shumë nga ty, bir. Shumë kohë, shumë investim. Gabriel shikoi nënën. Nën, për 3 vjet unë shpenzova kohën time duke qarë para një varri bosh. Tani dua të shpenzoj kohën time duke bërë diçka që vërtet ka rëndësi. Duke ndërtuar diçka që do të zgjas, që do të ndihmoj njerëz, që do të nderoj atë që ti kalove. Leonora buzëqeshi, syt me lodh. Atëherë le ta bëjmë këtë. Së bashku. Atë natë, Gabriel u kthye në apartamentin që kishte bler për vete pasi divorci me Marianën ishte finalizuar. Ishte një vend më i vogël se Penthousei, por ishte i tij, i ndërtuar mbi të vërtetën dhe jo mbi gënjeshtra. Ai përgatiti një darkë të thjeshtë dhe e hëngri vetëm, duke shijuar heshtjen. Telefoni i tij ra. Ishte Ricardi.
Të dy kishin mbajtur kontakt të ngushtë gjatë gjithë vitit dhe avokati ishte bërë jo vetëm një partner biznesi, por një mik i vërtetë. Gabriel, thjesht doja të jepja një lajm, tha Ricardi. Mariana bëri ankim, por ju refuzua. Vendimi mbetet në fuqi. Ajo do të vuajë 18 vitet plotësisht. Gabriel heshti për një moment. Si ndjej për këtë? Një vit më parë, ndoshta do të ndjente kënaqësi. Por tani, ajo që ndjente ishte thjesht një trishtim i largët. Trishtim për personin që ajo mund të kishte qenë dhe zgjodhi të mos ishte. Faleminderit që më lajmërove, Ricard. Si je, Gabriel? Vërtet? Jam mirë, u përgjigj Gabriel dhe kuptoi se ishte e vërtetë. Po vazhdoi përpara. Jeta është e çuditshme, e di? Një vit më parë isha në fund të greminës duke zbuluar se gjithçka që besoja ishte gënjeshtër. Sot po ndërtoj diçka reale, diçka që ka rëndësi. Mendoj se në fund, ajo më bëri një favor. Ricardi qeshi në anën tjetër. Vetëm ti mund ta shndërrosh një tragjedi të tillë në diçka pozitive. Mësova nga më e mira, tha Gabriel duke menduar për nënën. Në fundjavën e ardhshme, Gabriel organizoi një ngjarje të veçantë. Ishte një vjetori i fondacionit, por gjithashtu ditëlindja e 75 e Leonorës. Ai mori me qira një sallë të bukur, ftoi të gjithë përfituesit e fondacionit, punonisit, miq dhe njerëzit që kishin mbështetur gjatë gjithë vitit. Kur Leonora hyri në sallë dhe pa dekorimin, njerëzit, buzëqeshjet, ajo nuk arriti t'i mbante lotët. Gabriel e përqafoi. Gëzuar ditëlindjen, nën. Këtë vit ti mund të festosh vërtet. Festa ishte e gëzueshme dhe emocionuese. Pati fjalime, të qeshura, muzikë. Joana prezantoi rezultatet e programit Zërat e padukshëm, duke treguar foto të 12 personave që ishin shpëtuar nga situata të parregullta. Çdo foto shoqërohej me një histori mbijetese, fillimi të ri, shpresë të rikuperuar. Gabriel mbajti një fjalim që i erdhi nga zemra. Një vit më parë, jeta ime u shem. Zbulova se personi që unë e doja ishte i aftë për mizori të paimagjinueshme. Zbulova se nëna ime, të cilën e kisha qarë për 3 vjet, ishte gjallë dhe e burgosur. Ishte momenti më i keq i jetës sime. Por ishte gjithashtu momenti që më mësoi se çfarë vërtet ka rëndësi. Ai shikoi Leonorën. Nëna ime më mësoi për forcën. Për si të mbijetosh të pamundurën dhe të kesh ende aftësinë për të dashur, për të falur, për të rindërtuar. Joana më mësoi për kurajen. Për si një person i konsideruar i padukshëm nga shoqëria mund të ndryshojë jetë përmes një akti të vetëm trimërie. Dhe të gjithë ju, vazhdoi ai duke shikuar përfitueset e fondacionit, më mësoni çdo ditë për qëndrueshmërinë, për shanset e dyta, për sikur nuk është tepër vonë për të filluar nga e para. Audienca duar trokiti. Leonora u ngjit në skenë dhe përqafoi djalin duke i përshpëritur në vesh. Jam shumë krenare për ty. Më pas, ishte radha e Leonorës të fliste. Ajo shikoi të gjithë të pranishmit dhe filloi. Një vit e gjysmë më parë, isha në një azil pleq, e qetësuar, pa emër, pa histori, pa të ardhme. Bota më kishte harruar. Por një person nuk harroi. Joana besoi në mua kur askush tjetër nuk besonte. Ajo rrezikoi gjithçka për të më shpëtuar. Dhe për shkak të kësaj kuraje, sot jam këtu, gjallë, e lirë, e rrethuar nga njerëz që i dua. Kam mësuar se kur nuk jemi tepër të vjetër për të filluar nga e para. Kur nuk është tepër vonë që e vërteta të dalë në pa. Dhe kur nuk duhet të nënvlerësojmë fuqinë e një personi të vetëm që refuzon të pranojë padrejtësinë. Lotët rridhnin lirshëm në fytyrat e shumë të pranishmëve. Joana po qante gjithashtu, por ishin lot gëzimi. Nata përfundoi me muzikë dhe kërcim. Gabriel kërceu me nënën, të dy duke u rrotulluar ngadalë nën tingujt e një këngë të butë. Faleminderit që nuk u dorëzove kur, nën, tha ai. Faleminderit që më gjete, bir, u përgjigj ajo. Disa ditë më vonë, Gabriel pati një takim të papritur. Një nga rastet e hetuara nga programi Zërat e padukshëm kishte zbuluar një situatë të ngjashme me atë të Leonorës. Një e moshuar ishte mbajtur në një azil pleq në një identitet të rem nga një nip që donte të kontrollonte trashëgiminë e saj. Gruaja ishte shpëtuar dhe tani nipi po hetohej. Familja e të moshuarës erdhi në fondacion për të falënderuar personalisht. Ju e shpëtuat gjyshen time, tha Mbesa, një vajzë e re rreth të 20-tave.
Ne mendonim se ajo ishte zhdukur. Policia nuk mund ta gjente. Nëse nuk do të ishte për fondacionin, kur nuk do ta kishim zbuluar të vërtetën. Joana përqafoi të ren. Kjo është pikërisht arsyeja pse e bëjmë këtë. Që asnjë familje të mos duhet të jetojë pa përgjigje. Pasi ata u larguan, Gabriel shikoi Joana. Ti e kupton çfarë po bën? Po shpëton familje të tëra. Po pengon që njerëz të tjerë të kalojnë atë që kalova unë. Joana tundi kokën me modesti. Unë nuk po bëj asgjë vetëm, zotëri Gabriel. Është punë në grup. Por ti je zemra e kësaj pune, këmbënguli Gabriel. Dhe dua që të dish se je e vlerësuar. Jo vetëm si punonjëse, por si familje. Joana buzëqeshi, ajo buzëqeshje e turpshme, por e sinqertë. Faleminderit, zotëri Gabriel. Edhe ju jeni familja ime. E vetmja familje e vërtet që kam pasur ndonjëherë. Atë natë, Gabriel u kthye në varrezat e sharrës për herë të parë që kur kishte çmontuar varrin e rrem. Por këtë herë nuk ishte aty për të qarë. Ishte aty për të mbyllur një cikël. Ai eci deri aty ku dikur ishte lapidari i Leonorës. Tani nuk kishte asgjë, vetëm bar që rritej mbi hapësirën bosh. Gabriel u gjunjëzua dhe preku tokën. Erdha këtu për 3 vjet duke besuar në një gënjeshtër, tha ai me zë të ulët. Qava këtu, vuajta këtu, mbajta fajin këtu. Por tani e di të vërtetën. Dhe erdha këtu për të thënë lamtu mirë. Jo në nësime, sepse ajo është gjallë dhe mirë. Por lamtu mirë burrit që isha. Ati burri naiv, të verbër, që besonte në iluzione. Ai u ngrit. Në vend të tij lindi një burr që njeh vlerën e të vërtetës. Që kupton çmimin e tradhtisë. Por që gjithashtu mësoi për faljen, për shanset e dyta, për kthimin e dhimbjes në qëllim. Gabriel doli nga varrezat duke e ditur se nuk do të kthehej më kurrë. Ai kapitull ishte mbyllur. Jeta reale, jeta e vërtet, ishte jashtë, duke e pritur. 6 muaj më vonë, Fondacioni Leonora Aliu hapi selinë e dytë në Durrës, Shqipëri. Gabriel, Leonora dhe Joana ishin të pranishëm në inaugurim. Ishte një ngjarje emocionuese, me qindra njerëz që morën pjesë, shumë prej tyre duke ndarë historitë e tyre të mbijetesës. Gjatë ceremonisë, një gazetare pyeti Gabrielin, pas gjithçkaje që ndodhi, cila është mësimi kryesor që keni nxjerrë nga kjo përvojë? Gabriel mendoi për një moment duke parë nënën pranë tij, Joana duke buzëqeshur mes të ftuarve, të gjithë ata njerëz, jeta e të cilëve po prekej nga fondacioni. Kam mësuar se e vërteta gjithmonë gjen një rrugë, u përgjigj ai. Mund të zgjas ditë, muaj, vite. Mund të jetë varrosur në shtresa gënjeshtrash. Por në fund, ajo del në pa. Dhe kur del, sjell me vete jo vetëm dhimbje, por edhe çlirim. Çlirim për të jetuar vërtet, për të dashur vërtet, për të qenë vërtet i lirë. Atë natë, kthyer në Tiranë, Gabriel darkoi me nënën në apartamentin e saj. Ata biseduan për planet për të zgjeruar edhe më tej fondacionin, për rastet e reja që po hetoheshin, për jetën që po ndërtonin së bashku. Ti e di që të dua, apo jo, bir, tha Leonora pa pritur. Gabriel i mbajti dorën. E di, nën. Dhe ti e di që edhe unë të dua. Leonora buzëqeshi. Për 3 vjet unë ëndërroja për këtë moment. Të ulesha me ty, të bisedoja, thjesht të isha pranë. Kishte ditë kur mendoja se kur nuk do të ndodhte. Por ja ku jemi. Ja ku jemi, përsëriti Gabriel duke ndjerë peshën dhe bukurinë e atyre fjalëve. Ata qëndruan ulur në heshtje të rehatshme, thjesht duke shijuar shoqërinë e njëri tjetrit. Jashtë, Tirana pulsonte me energjinë e saj të pafundme, miliona histori që shpaloseshin njëkohësisht. Por aty, në atë apartament, 2 njerëz që ishin ndarë nga gënjeshtra më mizore ishin përsëri së bashku. Dhe kjo, mendoi Gabriel ndërsa shikonte nënën, ishte gjithçka që vërtet kishte rëndësi. E vërteta kishte fituar. Dashuria kishte mbijetuar. Dhe jeta, ajo jetë reale dhe e vërtet që ata kishin luftuar aq shumë për ta rikuperuar, më në fund mund të jetohej plotësisht. Varri bosh kishte qenë thjesht kjo, bosh. Por jeta që ata po ndërtonin tani, kjo ishte reale. Kjo ishte e vërtetë. Kjo ishte e tyre. Dhe askush, kur më, nuk mund t'ua merrte këtë. Gabriel shikoi nga dritarja qytetin e ndriçuar dhe buzëqeshi. E kaluara ishte në të kaluarën.
E ardhmja po hapej para tyre, plot mundësi, qëllim, shpresë. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, Gabriel u ndje vërtet në paqe. Udhëtimi kishte qenë i gjatë dhe i dhimbshëm. E vërteta kishte kushtuar shtrenjtë. Por në fund, ja kishte vlejtur çdo lot, çdo natë pa gjumë, çdo moment dhimbjeje. Sepse në fund, ata kishin fituar. Jo kundër Marianës, por kundër gënjeshtrës. Kundër dëshpërimin. Kundër dorëzimin. Dhe kjo ishte fitoria më e madhe e të gjithave. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Gabrielit dhe Leonorës t'ju ketë prekur thellë në zemër. Nëse u emocionuat me këtë udhëtim dhimbjeje, kuraje dhe rifillimi, lëreni pëlqimin tuaj, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente cili moment ju shënoi më shumë. Ishte kuraja e Joanës për të rrezikuar gjithçka për të shpëtuar një të panjohur? Ishte ribashkimi shkatërues mes Gabrielit dhe nënës së tij në azil pleq? Apo ishte transformimi i një tragjedie në shpresë përmes fondacionit? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë dhe të vërtetë të shpirtit njerëzor, histori rreth mbijetesës, drejtësisë dhe fuqisë së palëkundur të dashurisë familjare. Komenti juaj është shumë i rëndësishëm për ne dhe mund të